mirëmëngjes vajza. Hey, zoti mat. Nisë mirëmëngjesin që nga shtëpia, arrite këtu me gjesi. E po, ju e dini që mirëmëngjesi im është gjithmonë special dhe përpiqem që të jetë gjithmonë edhe më ndryshe. Mirëmëngjes Mikaela. Mirëmëngjes Neada. Mirëmëngjes Franc, mirëmëngjes. Si jeni zgjuar sot? Si ka nisur ditë? Të bluzën tjetër. Faleminderit. Më pëlqen kjo ngjyra shumë. Na vërtet? Ngjyrë miu. Po, shumë e bukur është. Po nuk keni parë gjë akoma sepse jam ende. Ka 2 ditë punë. Ka 2 bluza të reja. I ke të gjitha ngjyrat e Ylberit. I kam të gjitha ngjyrat e Ylberit sepse është pranverë, zgjohu po deshe, emisioni jonë është i tillë, është plot ngjyra, kështu që pse jo. Shumë mirë ke bërë Francë. Ai pat këtë moj, ai pat këtë hënën e përgjakur. Ishte shumë e bukur. Ashtu, e pe? Unë adhuroj hënën dhe sigurisht që do la ta shija, por nuk bëra dot foto aq të bukura sa ato që na erdhën në grup. Ishin shumë të bukura, vërtet unë e pash. Shumë ishin vërtet, më pëlqeu edhe mua. Hëna dhe ishte fantastike dhe qelli i pastër, nuk e pash të përgjakur, pash të variantin normal. Këtë variant me pika gjakur. Hëna normale, po e di çfarë më pëlqeu më shumë sa të mëngjese, gati kapa lindjen e diellit. Gati. Edhe ishte si po se s'kishte dal. Ishte thjesht kështu muza e mëngjesit edhe ishte fantastike. Më shoqëroi përgjatë rrugës për në punë. Ishte shumë e bukur. Sepse është diell pranverë dhe është shumë i bukur. Gjithmonë dielli pranverës, se çka një gjë të jep atë ndjesinë që po vinë ditët e bukura, ato të ngrohta. Mbaruan ditët tek shija do jetë thoja. Jo, ditët e ngrohta, ditët tipike të pranverës, ato ditët e bukura të pranverës. Faza e pushimit. Po, është të jep shumë energji. Edhe moti do jetë shumë i mirë, kështu që është fantastike. Dhe ne ju themi mirëmëngjes të gjithëve atyre që po na dëgjojnë në 104.6 në Radio Travel dhe po na shohin tani në ekranin e Premium Channel. Ne jemi në zgjohu po Deshe, si çdo ditë në orën 7 do jemi bashkë deri në orën 9:30. Oh yeah. Kemi quizin ton si çdo ditë që është përblen vetëm ata që japin përgjigjen e saktë, quizi i çuditshëm, por që bashkë me të udhëtojmë në përvende dhe zakone të çuditshme që mund të kenë këto destinacione, gjeje ku. Po ashtu kemi edhe parashikimin e motit, kështu e nisim ditën bashkë, e më tej vazhdojmë me Bujarin, personazhi fantastik i programit që ndryshon origjinën e tij dita ditës dhe jam shumë kurioze të di cili bujar do na bashkohet sot në program. Pastaj jemi me trafikun e vërtet. Mikaela, ky është territori yt. Dhe ankesa e ditës pastaj. Ndajmë territorin, s'prish punë. Kemi dhe ankesën aty, pastaj aty prishemi. Aty nuk fal njëri, jo. Kurse unë ju fal edhe po na that juve në Barcelet, jo domosdoshmërisht duhet ta them unë, megjithse është. Po ne mezi i presim Barceletat nga ty. Po vërtet? Po patjetër. Mund të themi dhe në Barceleta? Mund të thoni, zgjidhni. Nuk vlen ajo e lepurit, po të lutem. Nuk vlen. Na ishte njëri i lepur. Por sot si e mërkur që është. Shkoni më vërtet? Ka qenë dje kjo kështu? Ja, sa bukur. Unë jam në qendër të hënës, unë kam shkuar në hënë i bie, shikoni. Dërguam në. Po si bëhet, a bëj bukur aty? Perlë me po të thonë. Perlë me pije falas, po. Por kemi si e mërkur që sot kemi dhe rubrikën AI. Dhe se ç'do bësh ti sot? Sot do dal. Më duket se sot do ta zgjidhim dhe ty atë problemin. Do dalun me një, domethënë me një formë, me një trajt të femërore të ChatGPT-s. Po, do dal për një date, siç e thoni ju. Jepja mirë komandat që në fillim, ora. Po, të shikojmë kurështarja. Kam veshur një fustan thash. Pra, ky imi do vesh kostum. A mund të veshësh kostumin, të lutem? Do kemi edhe temën e ditës patjetër, është një temë që lidhet me këtë brezin ton, me këto situatat që po kalon brezi jon, me jo vetëm brezin ton, okay, thjesht ne ndoshta e ndjejmë pak më shumë se jemi akoma më të lidhur me rrethin shoqëror, po është një temë që i përket çfarëdo lloj brezi. Është vërtet. Janë disa ndryshime që ndodhin. Fillojmë ta kuptojmë edhe më shumë. Pikërisht, mbase nga që jemi për tu njohur edhe dëgjuesit me temën e ditës, pyetja për sot është çfarë ndodh në rritje, a ndryshojmë ne apo rrethi ynë? Dhe a kemi frikë nga sukseset e njerëzve që na rrethojnë? Sepse duke u rritur patjetër që njeriu ndryshon edhe shoqëri, marrëdhënie, raporte, disa janë të shëndetshme, disa janë toksike, disa vijnë si bekime, të tjera vijnë si mësime, po do flasim më tej me të ftuarat tona. Duke u rritur, duke u mahnitur tha. Ajo është çik më ndryshe pa se s'po e themi, u rritë u poqe tha, po gjithsesi ti Po qëndrote kjo më Ti e kaq i bukur edhe i rëndësishëm për shoqërinë. Do kemi edhe travel news patjetër. Kallamoqe? Po, ashtu është. Ajo e misrit, apo? Po, për te kishe besoj. Po, patjetër. Do kemi edhe travel news, si çdo ditë, do t'ju çojmë nëpër botë për të marrë të rejat e fundit mbi turizmin, mbi trendet e fundit të turizmit edhe kështu me radhë.
Edhe kështu. Sepse kështu thojmë ne pa lek. Kështu mund të shkojmë në Bali, në këto destinacione tropikale, thjesht duke marrë informacione nga to. Mirëmëngjes të gjithëve, ju po ndiqni Zgjohu po deshe në Radio Travel 104.6 dhe në ekranin e Premium Channel, e nisim ditën bashk një këngë. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Të bukur. Jo moj, can you pay my bill ita? Apo gjova unë Mi paguaj një çik faturat. Që na do me këto muhabete. Vazhdojmë sot. Nëse do prezencën time, thot, nëse do të rish me mua. Ke ta fatura për të paguar. Sa leka. See you back your boat. Po kështu është. 7-8 minuta. Mirëmëngjesit të gjithëve. Jemi më një herë me parashikimin e motit për ditën e sotme. Këtë të mërkur vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me alternime thjellimesh dhe vranësira, të cilat hera herës pritet të jenë deri të dendura. Në orët e mesditës përgjatë relieveve malore në juglindje do të ketë rreshje lokale shiu me intensitet të ulët. Era do të fryej lehtë me drejtim juglindje veri perëndim me një shpejtësi mesatare 6 metra për sekond. Sa i takon temperaturave për qytetet kryesore, Shkodra zgjohet me temperaturë 9 deri në 20 gradë Celsius, Tirana 7 deri në 17 gradë Celsius, Korça 3 deri në 15 gradë Celsius dhe Saranda 9 deri në 17 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 4 mars. Si do jetë modi në Rom, në Ada, nuk ma the as sot. Në Rom temperaturat luhaten në këtë vlera 6 deri në 18 gradë Celsius. Që nga mirë në Rom. Pak a shumë se kryeqyteti. Do t'ju themi njerëzve që nuk e kap 20. Të ikën në Rom. Jo, thjesht nga që është java ime romane, kështu, edhe më pëlqen. Ciao Carlo. Ciao, come stai? Sta posto. Va, certo, do ta bëj her pas here. Nuk mund të jesh italian i vërtet pa bërë ato. Duam t'ju themi të gjithë njerëzve që duan të udhtojnë drejt juglindjes kësaj fundjave që më në fund është hapur rruga e Librashtit. Shkoni në Korçë, shkoni në Bersek, shkoni në Devol, shkoni në jug ku të doni. Ke kaluar, ke qenë? Jo. Ku po? Por po bën këtë thirrjen që të kalojnë njerëz të tjerë dhe nëse raportojnë probleme pas të nisë Francë është prandaj. Shiko, ajo është një rrugë provizore derisa të ndërtohet rruga tamam, por rëndësika që u hap dhe njerëzit nuk detyrohen që t'i bien kështu. Ta kapin veshin e majt me dorën e djathtë, sepse u bën gati 12 ditë që rruga ishte e bllokuar, u gjet një zgjidhje për momentin, kështu që derisa të ndërtohet më parë. Hajt mbasë reziston kjo rruga provizore. Shpresojmë patjetër. Pak më shumë se një fundjavë. Kështu që udhtoni të qetë kësaj radhe. Jo, udhtoni të qetë sepse rruga është e hapur pa këto sikletet e. Mirë, ne të udhëtojmë vetëm këtu brenda Tiranës për momentin me bujarin. Po, patjetër, pse jo? Ta marrim se na bëri madhe. Trezdile. Hey, good morning, mëngjes. Mirëmëngjes, bujar intelektuali. Nuk e kuptoj pse më thoni bujar intelektual, në fakt është thjesht një genuinitet imi logoroik kjo mënyrë të shprehjes. Është i merituar. Po, kështu që gjithsesi un po e marr për kompliment. Po, për kompliment. Si jeni zgjuar sot, si janë gjërat? Si je zgjuar ti? Fal zollit, është okay, gjërat janë mirë, edhe se pa një episod me një klient këtu. Çfarë episodi more, çfarë ndodhi? Nuk ram dakord për si thua për çmimin, do thoja në fakt për Pse nuk e ke falja ti? Unë mendova që ti punon për pasion. Unë falas kam gjëra të tjera në dashurin patjetër, respektin, dijen. Patjetër. Unë kam filluar në fakt edhe kurse private. Bën dhe kurse private. Po, patjetër. Si t'i jepni taksist në kushte shiu. Në kushte shiu. Po në mod të mirë apo? Edhe në mod të mirë patjetër, por unë e kam filluar, është një startup që do doja që të ma promovonit edhe ju ditët e marra kur keni atë rubrikën tuaj, do thoja. E ke vetëm për taksit, a? Po, e kam për taksit për momentin, por më vonë nuk e di. Më vonë do bësh një autoshkollë madhe për të gjithë. Si? Online bëhet? Jo, bëhet vjen me mua. Unë çoj Durrës e të kthej patjetër, vjen me mua, dëgjon muzikë shumë të mirë aty brenda të sisteme. Hey, po si jeni sot? Çfarë thot jeta për ju si? Çfarë thot jeta? Vazhdon jeta? Po na dëgjoja? Po patjetër. E nisë ditën me ne. Më vjen mirë që është hapur edhe ajo rruga sepse ka njerëz duan të ikin andaj.
konfirmon atë lajmin e Francit. Po, patjetër. Ke pas ndonjë koleg që e ka bërë atë rrugën? Kam pasur një kolege në fakt që kanë shkuar. Si duket ajo rruga? Është rrugë shumë e mirë, tha që tani njerëzit shkojnë, pinë një kavë aty në Bulevard Republika dhe kthehen prapë në Kaq e mirë është. Në metropol. Sa nisesh vetëm për një kafe për 24 orë, është trendi moment. Ka vështirësia e rrugës. O bujar, një pyetje kam. Si mendon ti, cilët janë shoferë më të mirë? Gocat apo çunat? Tani unë nuk e kuptoj pse ma bën këtë pyetje. Po më po bën dhe këto kurset. Po më shkë ke kolege. Por unë do të thoja që është thjesht një mit ajo fjalia që vajzat nuk janë fort mira në dimo, sepse unë përgjithsisht gjitha shoqjet e mia që ua kam mësuar unë makinën, si të thuash, pra pas ke qenë ti Chelsea suksesit të tyre. Sigurisht që ato mund të japin makinës edhe kështu vum vum edhe nuk duan të ndalojnë fare. Fare, vetëm gaz, nuk ka frena makina në tyre. Jo, edhe janë vërtet shoferë shumë mirë dhe mund të Po shqyre tha një më në fund. Flasim pak për trafikun për sot. Flasim pak për trafikun, në fakt bulevari është more kombe, është jo edhe nga kes kush e di se çfarë, sepse ka një peshë që nuk e mban dhe dot, edhe tha unë po shfryhem dhe sot trafiku në bulevardin Shmorë të Komit, po. Është totalisht shumë mirë. Flasim te nga Vasil Shano që në fakt Vasil Shano ka nga kes, se e ke parasysh Vasil Shano e kupton? Ngatrojnë kot aty me njëri tjetrin. Ishte ndryshe ka dhe urë aty. Po, aty rrugë Divrës, kujdes people, please be careful there. Okay? Sepse është një çie ngarkuar dhe për të shkuar sirën e spitalet, ju mund të bini edhe nga Unaza. Unë shkoj edhe nga Tegu, ndjej ku dori, vetëm aty mos i bini. Po, sa mirë bojar që Franci është një 2 minuta pushim se sa të ishte mërzitur me këtë të fol me në anglisht. Ç'a thu? Pse ai çuni ka kështu? Mërzitet shumë, e vuan shumë. Nëse inse si thua njerëzit mund të ndjehen të flasin linguistikën e secilit vend që ata mendojnë se i përkasin, Ti si ndihesh bojar? Unë ndjehem një globalist i thekur, sigurisht. Jam qytetar i botës, kam lindur qytetar i botës, jam qytetar i botës. Sa gjuhë zotron ti, bojar? Për momentin jam duke mësuar më shkrijen e ndim gjuhën e 11. Gjuhën e 11? E 11! E cila është ajo? Gjuha e 11 është një gjuhë, është fakt një dialekt afrikan. Është interesante vetë. Gjuha rokoko. Jo, se nuk, domethënë, unë e flas. E di vetëm ti dhe 3 njerëz në total. Po, dhe unë shpesh bëj edhe shkëmbime kështu kulturore me njerëz të andej në Afrikë. Vullnetin tënd paçim të gjithë. Domethënë ti di anglisht? Po. Shqirup? Italisht? Po. Tjetër? Po, frëngjisht, gjermanisht, greqishtën e di patjetër, janë këto gjuhë baltike që i zotëroj shumë mirë gjitha, flas norvegjishtën e lashtë, skocishtën e lashtë. Po, skocishtën e mesme, dhe sigurisht që edhe gjuhë të tjera që do t'i zbulojmë avash avash. Hey people, unë ju uroj një ditë të këndshme, plot diell, solare, siç jeni ju vet. Na e thoj anglisht ose si ishte kjo? Cila? Dialekti afrikan. Po nuk e marrin vesh të gjithë, kështu që unë po e them në shqip. A shkojnë në Bistak, a çufti shua. Bravo, fik. Faleminderit bojar. Hey, ju uroj gjithë mirat, hajde paçim me vllajin, paçim. Ju uroj gjithë mirat me vllajin. Hajde, ciao. Ç'ke përshëndetje. Do ketë punuar me këto Muppet Show. Si quhet ajo? Po, ashtu quhet. Muppet. Ore në shqip si quhet, prandaj të pyet aty. Ventriloquizm që është një term. Ndoshta, po. Është taksisti ideal për gjithë turistët. Bujari i sotëm. Gjusa flet. Po është taksisti ideal për të zvendësuar gjithë nga ditët e veta të punës që duan të marrin pushim. Domethënë ta hedhësh në çdo vend të botës në këmbë. Në këmbë, ishte shumë shpërthys bujari i sotëm, edhe shumë internacional. Dhe duhet një taksist edhe i tillë, edhe në programin tonë patjetër. Na pëlqeu shumë edhe bujari i sotëm. Do ta mbajmë, na pëlqen. Kam filluar, mua më pëlqen edhe vetë që këta bujarët tan kanë filluar. Ti mbash gjatë ditës? Jo, kanë filluar marrin ato trajtat e tyre, më kupton? Po zhvillohen, po zhvillohen si karaktere dhe është mirë. Deri në fund të sezonit ata patjetër do jenë shumë të plotësuar. Unë mendoj po një ditë në fund të sezonit i mbledhim të gjithë bujarë. Ty japim nga një kafe, po. Kafe drek. Jo, të bëjmë programin. Ditën e fundit të bëjmë programin gjithë bujarët. Pra, duhen ca karrige. Mirë, ndërkohë t'ju njoh me trafikun për ditën e sotme. Rruga e Durrësit paraqitet me ritëm të ulët lëvizjeje drejt qendrës. Unaza e Madhe është me fluks të lartë,
edhe segmente me ndalesa të shkurtra dhe të shpeshta. Rruga e Kavajës ka densitet të shtuar automjetesh dhe ecje me intervale, rruga e Diprës me volum të madh qarkullimi, rruga e Elbasanit me pak ndalesa në hyrje dhe lëvizje të kufizuar në disa pjesë. Zogu i zi, siç e thotë edhe çdo bujar që ne marrim telefon, është pikë ngarkuar. Dhe kalimi kërkon gjithmonë më shumë kohë se zakonisht. 21 dhjetori me radhë mjetesh dhe tempo të ulët lëvizjeje. Paska tempo të ulët lëvizje. Na? Këto ishte si? Jo, paska tempo. Paska jemi të zgjohu po desha, përshëndetje Mikaela. Mirëmëngjes, Francë këtu. Paska tempo. Çka? Pse? Ku jam? Okay. Kush jam? Jo, thash paska tempo të ulët lëvizjeje. Po ne kemi fjalën e bukur shqip më Francë, urdhëro. Urdhëroni. Ç'e the? S'ka love zogu. Po më qortoni. Pas trafikut dhe bujarit ton, është momenti që ne të dëgjojmë prap një këngë shumë të bukur. Mëngjes të gjithëve, regjisi më qenë të bëj lojra me ne se thot regjia. Shumë arsye për të qenë të lumtur. Po pra, patjetër. Regjia se ka kuptuar akoma që ne jemi nga ata që të nxjerrin zbuluar. Po pra. Ja. Megjithatë ishte. Nuk e bëjmë ne këtë. Ishte një nuk e themi fare që na thanë ska publicitet, vraponi. Ne shkuam deri në Elbasan, tham kemi kohë. E mos e një kafe morëm. Aldo. Se nuk e kemi pirë. Mirëmëngjes gjithëve nga Zgjohu po deshe 104.6 në Radio Travel dhe nga ekrani i Premium Channel. Dhe tani është momenti ku vajza. I festës së ditës. Wow! Festa e ditës. Siglo e kemi. Shumë bukur. Atëherë, festa e parë e ditës sot me datë 4 mars. Kemi prap 10 festa sot? Kemi po, do thëja 12, po. Edhe 10 okay, është e pranueshme. E keni problem që unë? Jo. Ma Eva, duam gjithmonë t'i shtojmë. Ne po kërkojmë. Okay. Jo, nuk kemi aq shumë festa. Ja, shumë më mërziti mua. Kështu, mos e ta këndova këngën. Dita e sotme është një ditë kushtuar djemve, bijve, domethënë, është dita e djemve sot. Djemve? Po, bijve. Unë jam pro gocave, kështu që. Djemkave të vegjël. Fëmijëve djem. Po mirë, hajde ta gëzojmë. Djem. Të gjithë ata që kanë djem, edhe baballarëve tan, ju themi gëzuar festën ton, si bie festën e tyre për ne, domethënë. Gëzuar festën Francë. Faleminderit. Gëzuar të gjithë njerëzve që kanë fëmijë të vegjël djem, çunat janë shumë të mirë. Tash edhe gocat, edhe gocat bëu mira janë sa po që gocat një herë. Po. Mos ta kthejmë në debat. Jo, gocat një herë. Gocat. 3 vende bosh, pastaj çunat. Tani kur bie fjala për debate të tipit meshkuj femër, unë nuk i hy detit me këmbë sepse ju kam një në krahun e majt, një në krahun e djathtë. Edhe 75% të regjisë femra. Ka debat shumë të mirë janë, edhe gocat edhe çunat, po sot le t'i respektojmë. Le t'i respektojmë të gjithë bijeve. Bijve dhe nuk tuaj janë shumë krenar për ju, që ju kanë në jetë, janë me fat, kështu që gëzuar. Nuk ka fest pa muzikë, patjetër. Më kujtohet ajo batuta nga Gjoleka Djalja Abazit, që është një nga filmat e mi të preferuar, i profesor Dimitër Anagnosit ndjes past. U bëre me djalë, more djali, tha Gjolekës, atij Abazit, domethënë, shumë film interesant. Mirë, dikush ja tha dikujt. Dhe ne jemi një popull që gjithmonë i kemi dashur, sidomos fëmijët e parë djem, ka edhe këngë dedikuar. Tjetër herë me djalë për shembull, se u mërzitet që vajza ishte e parë. Po ti, a ka këngë më të dedikuar për djem se sa të ka baba çun? Lej, gushën si pëllum, lej. Shumë e bukur, pa. Qartazi nuk jam profesyre, le të vazhdojmë me festën e dytë. Festa e dytë, sot është edhe dita e gramatikës. Gëzuar të gjithë ju që nuk dini ku vendoset ë-ja dhe ç-ja. Dhe pika. Në fakt gramatika në përkufizimin që ka si po kërkoj shumë nga jeta shumë mos. Gramatika në fakt është tërësia e rregullave të ndryshimit të trajtave të fjalëve në një gjuhë dhe e përdorimit të tyre në fjali, kështu që është shumë mirë që njerëzit jenë si thua shumë të kujdesshëm sa i takon anës gramatikore të ndërtimit të fjalisë. Por ne do t'i dedikojmë një rubrik më vete, sigurisht të martave në Shqip po deshe, krejt gramatikës së gjuhës shqipe që në fakt duhet ta ditë çdo njeri, veçanërisht ata që e kanë profesion dhe jo vetëm. Duhet të na kishe përgatitur më përpara për këtë festë në Francë. Pse? Që të kishim bler ca libra gjuhës shqipe dhe t'i shpërndanim. Mirë. Se kjo do ishte mënyra dur për të festuar. Unë nuk e kuptoj pse doni që të blini libra kur në fakt e keni dijen. Po se ty nuk mund të çojmë te çdo kush. Të duam për vete. Supozotim se është në shkallë këta.
Kto supozohet që ti kishe Gramatikën. mësuar në shkollë që në fillore, në Ka nëntëvjeçare. njerëz që kanë mësuar, ka njerëz që kanë mësuar. Patjetër, por Zgjedhje. Në fund këtu të do ditës, thonë ju po njerëzit gëzuar. po harrojnë se si të flasin shqip, do ta kenë mendjen te gramatika, do ta kenë mendjen. Më përpara do thonë Din se të si është shkruajnë gramatika ndoshta. e gjuhës angleze ose italiane ose një gjuhë që ata e zotërojnë shumë mirë, sesa të Sesa thonë se shqip. si është gramatikisht e saktë një fjali në gjuhën shqipe. Gjithmonë më shumë, po ne fillojmë të shkruajmë me shkurtime, kështu që rrjedhimisht edhe harrojmë gjuhën shqipe, jo më ta shkruajmë apo ta flasim pastër. Po gjithsesi, gëzuar për ata Gëzuar. që dinë e Gëzuar. zotrojnë shumë mirë edhe gramatikën e gjuhës shqipe. Nuk ka fest pa muzikë dhe veçanërisht për sot. Festa e ditës, festa parasyje. Festa e ditës, festa e ditës. Dhe sigurisht, siç është bërë traditë tani, Do ne ham tek ndonjë Po gjë? pra, një fest me të ngrënë, thënë I love. Okej, ja Ndonjë po ju ëmbëlsirë? po ju Ja, prita them, gjej. po ju them edhe një fest. Ndonjë tortë? National Pound Cake Day. Çfarë është kjo Pound cake? Na Nuk e lejo di të çfarë. shkojmë. Po. Mos është keku me lek Ja, brenda. kështu na vjen në punë. Pound. Nuk me e di se pound çfarë është, më brenda. doli Cake. pound, nuk e di Si çfarë. shkruhet more? Po O U N D. Okej. Nuk e di Okej, më çfarë. është. doli thjesht një kek. Një kek, është një kek i thjeshtë, mbase, kështu që ma Eva 3 nga kjo Po. gjëja që ne kemi fest për sot. Është Është thjesht një keku jon bazik. Po. Keku bazik që bëjmë na. Me Me qenë se sheqer vanilje, plur sipër. Me qënë se donit një fest me të ngrëna me të pira, do me thënë ja ku e kishit, që mos ju lia bosh edhe sot. Falenderoj Fran. O, ju lutem, e kam kënaqësi gjithmonë. Është edhe ky keku që bëhet me formë, me atë Ah, vrimën në mes, okay. e lezetshme. Po thuaj më kek me vrim. Kek me vrim, po. Sepse gëzuar ditën e kekut Ashtu me shena vrim. e kuzhinës, po. Po. Hajt mo. Është një është një Bashkëlet. pjesë, jo, nga filmi My Fat Greek Wedding, Po, edhe shumë e kur bukur. njerëzit e burrit në këtë rast shkojnë për të takuar njerëzit e vajzës edhe i japin dhurat një kek. Që këta edhe i thot pound cake. Pound cake edhe shqipton fort edhe kek me vrim dhe marrin pastaj dhe fusin një vazot. Se nuk e kuptonin pse keku duhet ishte me vrim Film- se grekët nuk e bënin kështu. Në fakt film Kishin shumë i vendosur Ndërkohë që bukur. qendro? amerikanët e bënin. Okej. Tani ne kemi bërë traditë që tek festa e ditës jo domosdoshmërisht duhet kemi fest kështu me këtë kuptimin e lehtë, si thua, kuptimin e bukur që kanë Kemi festat, edhe nga por këto festat me mesazhe. festat me mesazhe dhe festa që i ndërgjegjësojnë njerëzit, siç është e sotmja që është dita botërore e luftës kundër abuzimit seksual. Në fakt është një ditë shumë domethënëse kjo që ka për qëllim kryesor bashkimin e botës për të marrë qëndrim kundër të gjitha formave të shfrytëzimit seksual, edhe sigurisht që jetojmë në një epokë pak të rrezikshme, pak si shumë të rrezikshme sa i takon abuzimit seksual, sepse njerëzit bien pre e të gjitha formave dhe trajtave të abuzimit seksual, kështu që është një ditë për të Që duhet ndërgjegjësuar të edhe për të Jo bërë se më bashkë. herët nuk ka ndodhur, po Patjetër, sot por gjithmonë sot- më shumë njerëzit vijnë në dieni edhe ka raste që patjetër tregohen, fliten, persona që denoncohen, edhe kjo është gjëja më e mirë që duhet bërë për të shpëtuar veten, por në të njëjtën kohë edhe njerëzit e tjerë që na rrethojnë. Për të gjitha festat e sotme edhe një herë playlisti i muzikës i muzikërave. Do ishin, ë? Kemi një fest tjetër. Ja. Festa e ditës, festa e ditës. Pam pam. Okej. Faleminderit që na dëgjuat edhe sot tek Faleminderit festa e për ditës. festat. Ju lutem. Tani up. ku jemi? Jemi Tani Tani më quizi. duket se kemi një quiz, po jam pak e pavendosur për atë që duhet të pyes sot. Përse je pa vendosur? Sa ta Okej, mirë, vendosësh ti? po dëgjojmë zgjedh këtë. siglën, ne? E kemi siglën? Po, e Po. kemi gjithmonë. Isha midis bicikletave dhe metros, po hajde po e bëj këtë me metro, edhe pse ne nuk e kemi, ndoshta ju mund ta gjeni duke googulluar ose duke pyetur dikë që e ka si njohuri. Cili qytet ka metro 24 orë sepse nuk flet kurr? Londra, Tokyo, New Yorku apo Madridi? Me le për sot? Cili qytet Sa ka do metro doja të 24 këndoja? orë sepse nuk flet kurr? Londra, Tokyo, New York apo Madrid? 068 40 63 423 dhe në Instagramin e Premium Channel. Në këtë rast mund të na shkruani në të tre Instagramet. Ose mund të dëgjojnë një këngë nga Ali Shakis. Qyteti që s'flet kurr, mjaft me ndihmë, guys. Guys. Se sa po e dhat përgjigjen. Ja. Por ju ngelet juve ta gjeni se cila është përgjigjja e
saktë e kësaj pyetje për quizin ton, gjeje ku cili qytet ka metro 24 orë sepse nuk flet kurrë. Londra, Tokyo, New York apo Madrid apo Tirana. Neada, të lutem, thuaje atë ndihmën tënde speciale që është një vend shumë afër nesh. Është një vend, Është shumë afër nesh, ne nuk e kemi është më afër përmendur se ç'duhet në këtë fare. rast. Është ngjitur, është në anën tonë të djathtë. Po varet se si pozicionohesh, por Shkon në Durrës në cep fare, ke parasysh? unë kryqëzimo. Dua kryqëzimo? Aty, Aty. për mua dhe për Është Mikaelën shumë i bie afër. në krahun e majt, në krahun e zëmrës. Unë nuk kam qenë tek ky vendi, Po. por Dhe ne nuk e kemi diskutuar Edhe Mikaela. fare, Mikaela ka nuk e qenë. kemi bërë Kujtimi fare ka boz qenë. duke e thënë. Ka qenë kujtimi aty? Po, ka qenë edhe kujtimi. Po unë këtu. Ç'bëj? Hajde, Për mbas se jashtë. ta ndjellim edhe ty në Faleminderit, Ada do që ishi të këmbë zvarr. shkosh. Por me këto që po ndodh nuk i dihet, megjithatë duhet të themi edhe një ndim tjetër që bëri një dimër Jo, shumë i madh. mos jep Po më bëri ndihma. dimër më thash, dimër Po, ka bërë kudo. O Franc, shiko, është ora 7:34. Nëse do pse që ma përgjigjja të shkatroni vishë në quizin? 7:35, Pse ma shkatroni? vazhdo. Përgjigja jepet vetëm në fund të programit. Keni kohë deri në orën 9:30 që të na dërgoni Cilat ishin alternativat e tjera? Tirana, Fieri, Ballshi Dhe apo Çorovada. Saranda. Okej. Ku nuk fle njerëzit. la me ku na mbeti, Ku la me po. ku na Ku mbeti. ka metro 24 orë, Po, qartë. non stop. Po ku ka këngë gjatë gjithë Ku ka kohës? fest? Në zgjohu po desh edhe tani është momenti i këngës. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjesi. Unë mendoj që nuk është e drejtë. Është e drejtë sa Nuk të është e drejtë fare të rrethohesh nga njerëz që flasin për ujvarën e Niagarës, për bukuritë e New Yorkut dhe për historitë që kanë patur aty, ndërkohë që ti s'ke qenë asnjëherë në Amerikë. Po Është e tash dimshme. Dhe këto njerëz nuk u frymëzuan as pak nga diçka që ne diskutuam A këtu në keni program. zemër, Fare. s'keni zemër, pse më vini në këtë pozitë? me moshë çdo gjë. Kemi zemër, po tha. kemi dhe foto video t'i dërgojmë kur të duash. Jo, faleminderit. Sa të duash. Jo, Në Dhe- çdo stin. Dua të bëj të mia. Meqense po flasim për udhëtimet për New Yorkun edhe kështu me radhë, dhe pare punës njërë mos harroni të klikoni tek Vasi sepse ka ofertat më të mira atje. Dhe tani është momenti që ne flasim për lajmet e turizmit nga bota Travel News. Ku do na çoni sot me Ku do çupka? të çoj unë? Buzdetit. Na. Shiko, mua më duket se e ka personale kjo gazetarja jon me këto vendet, sepse dje kishte udhëtimin e ëndrave të mia. Anonimi Tani quhet. pasi kthem Oliverda, Po mos ja thuaj bre emrin. dashuri. Tani pasi kthem nga i vendi ftohtë, Sa bukur e bën dhe. nga Islanda, më çon në plazh, në një tjetër udhëtim ëndrash, në Bali. Gjëra të vogla. Në Bali këtu më, Ama ja këtu në Bali më. Sa kalon Aha. Durrësin. Po çfarë Oh foto my e God, bukur. Dali që thoni ju që Oh my s'ka ta God, gjë. Tile. Përjetoi një vit rekord në 2025-ën me mbi 7 milion vizitor ndërkombëtar që mbërritën në ishull, një rritje prej rreth 11% në krahasim me vitin 2024. Kjo shënon nivelin më të lartë që nga periudha para pandemisë. Ishulli tropikal po përjeton një val të re interesi për sezonin 2026, por këtë herë mesazhi i autoriteteve është i qartë: respekt mbi të gjitha. Dhe jo vetëm kur shkoni turistë në Respekte. këto vende turistike, respekt mbi të gjitha kudo, me këdo dhe për çfarë do dhe gjëja. Si puna e atyre në Spanjë, domethënë që Po. vendosnin gjoba për punën e Po, bluzave aty dhe këto. duhet mbrojtur edhe natyra. Po. Po këta i kanë incidente pak më të rënda. Më të rënda? Po, jo vetëm bluza, bikini, Se këto çfarë kështu. Pas një sër incidentesh në Tempuj dhe në zonat shenjta, Qef në autoritetet natyrë. lokale kanë ashpërsuar kodin e sjelljes për vizitorët. Turistët duhet të respektojnë rregullat tradicionale, të shmangin fotografitë e papërshtatshme në vendet e kultit dhe të vishën në mënyrë të përshtatshme gjatë ceremonive fetare. Tani këto shkelje sigurisht mund të çojnë edhe në gjoba të majme. Ndëshkime të Se- tjera ndoshta, arrestohesh aty nëse i bën këto? Jo, arrestim nuk kam Të këtu. ekstradojnë, Besoj të se shpëtojnë kthejnë në vendin e Besoj se origjinës. shpëtojnë. Se kanë paguar për ato pushime, por ama sigurisht nuk i lejnë të shkelin më aty ku Hera e Bën parë këto dhe e fundit gabimin. domethënë, bo, sa keq. po, dhe bëjnë mirë. Mua bëjnë kjo më mirë. mban se kam hall se bëj nga këto Mikaela, Ke prandaj hall- nuk Ke shkoj. hall mos bën një foto të papërshtatshme? Po pra. Ke hall mos Edhe pa them me dashje vete, nuk ja, respekton ceremonitë pra, fetare të them, tyre? ja, edhe më mirë E po të jo zgjedh mos të mos rreziko shkoj. Fra. Mos je rreziko se vetëm, kemi me mjaftueshëm, merak. Mos shko aty, Them mos më mirë shko. mos shkoj në Bali se ja më ndodhin nga këto edhe të Po bëjmë ik në lajm ndonjë ndërkombëtar. Maldive, Ne jeshia. kemi pyetje plot. Të Na. pylli Ik sodës për Maldive, shembull. Ato aty s'ka njëri O, bëj sa çfarë mirë sa dua. aty se merr vesh, a do qëndroj ajo pema, a do të bjerë ty mbi kokë. Është aventurë në interesante vetvete. shumë. Aventurë në vetvete kur. Kjo ishte gjithçka për Balin? Kjo ishte kjo, për të tjera pastaj prenotonin në Vaspikal dhe shkoni zbulojini vetë çfarë prisni. Se jo. Ej, po shkojmë sa bukur ishin ato fotot që po
shfaqte regjia. Mrekullia mbi tokë, po krahas Mrekullia. balit, përveç se mund vizitoni si Ja. destinacion, ka edhe aktivitete që mund të bëni dhe për momentin një ndër trendet e aventurës është snorkeling. Snorkeling. Që do të thotë pushimet nuk janë vetëm për relaks edhe për plazh, por snorkeling po kthehet në një aktivitet të kërkuar për sezonin e 2026-s. Në destinacione si Maldive, Egjipt dhe Indonezi, raportohet një rritje e prenotimeve për eksperienca eksplorimi të shkëmbimeve koralor. Turistët kërkojnë përvoja më afër natyrës dhe më pak të mingarkuara me luksin artificial, dhe shumë mirë e bëjnë. Operatorët turistik po theksojnë rëndësinë e turizmit të qëndrueshëm duke nxitur përdorimin e kremrave miqësor me koralet dhe respektimin e jetës detare. Tregu global i turizmit detar dhe aktiviteteve ujore pritet të rritet me rreth 8 deri në 10% në vit sipas analizës së bërë nga industria e udhëtimeve për këtë periudhë 2025-2027. Në Maldive, aktivitetet e lidhura me snorkeling dhe diving përbëjnë mbi 60% e ekskursioneve turistike të rezervuara. Okej, për të informacionet që unë po lexoj, snorkeling edhe diving ose scuba diving janë këto aktivitetet nën ujë që ti zhytesh për të parë bukuritë nën ujë që ka ai vend. Që mund të jenë koralet e ndryshme, Prandaj po peshqit thon e kujdes rrallë, koralet, aq kujdes sa edhe krijesa kremin pafund. duhet të mendosh mirë çfarë kremi të vendosësh, se mos dëmton Po, koralet. keni edhe për provuar? këtë merr gjoba. Unë e kam patur frikë, e kam patur mundësinë ta bëj, po nuk e di, nuk më pëlqen të zhytem thellë në ujë, edhe pse ti e ke atë maskën edhe pajisjen e oksigjenit, duke qenë se si natyrë jam çik edhe kështu klaustrofobike dhe nuk dua të Mikaela, po nuk ti? dua të rrezikoj Unë aty. kam provuar se si një vlonjate e denj që nuk jam shumë fan se e detit. Ej zot. Oh, Ej nuk zot. jam. Si ka Po mundsi? Ka, ndodh. Të pëlqen mali më shumë? Po. Nuk e di, Jam shumë pro mali. nuk e di këtu tek ne, a ka filluar të bëhet si aktivitet kjo gjëja? Po, patjetër, Po. ka vite që bëhet. Okej. Do me thënë, ushtrohen shumë sporte, nuk dua, Sky Sport Albania për shembull, e ofron si shërbime paragliding, që ti Po. mund të flutorosh me parashut në të njëjtën kohë dhe të bësh scuba diving. Po kryesisht Okej. janë turistët e huaj që i preferojnë më shumë. Po në çfarë Ne zone duam për të- shembull? Këtej nga Në jugu? Palas, Jugu, gjithmonë, po. Okej, patjetër sepse Dërmi, është. Drimadhes, këto zonat. Në fakt është një perlë ai jugu jon për aktivitete të tilla dhe jo vetëm, është një mrekulli e gjitha. Ku ishim këtu, në çfarë vendi ishim? Në? Jo, është thjesht trendi i Është snorkeling, trend, okay. po praktikohet më shumë në Maldive, në Egjipt dhe në Indonezi. Nga eksperienca personale në Hurghada kur kam qenë, është e vërtet që ata kanë një ligj që nuk të lejon që ti të marrësh korale nga deti. Pra asnjë lloj gjëje që ti e gjen nën ujë. Në të kundërt, ata është dikush që të raporton edhe të denoncojnë ose ndalohesh në aeroport. Edhe ka ndodhur konkretisht me një Po, person sa që ishte i mirë. huaj, kishte mbushur valixhen me korale, Sa gjë thon? që nuk lejohet, edhe e shoqëruan pastaj policët. Nuk e di ç'ndodhi me. Po jam ndër këtu do të shpi. Po jam Ama se mos kam për rregull. më kombinojnë me janë shtëpinë sa kam për njerëz që dekor. kanë fiksim të marrin edhe gur nga vendi Po. që po vizitojnë. Po të marrësh korale, ato janë shumë të bukura në fakt, edhe thjesht për Po do fillojnë të marrin shkëmbin. Si aksesor. Do t'i marrin shkëmbin, do t'i kalojnë në Më aeroport. falni, si mund ta marr këtë tempullin e balit dhe ta sjell te lagja ime? Si mund ta marr balin? Si mund ta marr balin? Ta mbaj mbrapa shtëpisë. Nëse unë i flas ëmbël, a vjen bali me mua? Okej, mirë, tani unë do t'ju çoj në Afrikë sepse në Tanzani në fakt në një zonë që quhet Serengeti. 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 Do flasim Serengeti. për migrimin e madh që rikthen Afrikën në hartën e aventurës dhe bëhet fjalë për atë fenomenin natyror të miliona kafshëve që lëvizin në kërkim të kullotave të freskëta, pra migrimin e brendshëm që kanë kafshët e egra. Dhe është një nga fenomenet më të bukura natyrore dhe më mbreslënse në planet dhe operatorët safari raportojnë rritje të prenotimeve, sidomos nga Europa. Ekspertë paralajmërojnë se kërkesa e lartë po shoqërohet me politika më të rrepta për sa i takon ruajtjes së ekosistemit për të garantuar që turizmi të mos dëmtojë këtë mrekulli natyrore. Me thënë të drejtën, unë do ta bëja me shumë qejf një udhëtim në Afrikë dhe në Tanzani për të parë këtë mrekulli të këtyre kafshëve që migrojnë, që lëvizin nëpër tufa të mëdha. Të bësh të safarit janë Dhe shumë të ndjen- bukura. Do e Ndjen- bëja me shumë qef një udhëtim në Afrikë, pastaj se më çoni se s'më çoni në Tanzani nuk është se më ngel hatri. Mirë, por imagjinoje pak të ndodh një fenomen i tillë natyror në periudhën kohore kur ti zgjedh që ta vizitosh Afrikën, është për të ardhur keq që ta lesh pa e parë, për mendimin Patjetër, tim. po. Po duket pak edhe e rrezikshme. Domethënë Ah, ti po shkon mirë, ato udhton janë- përmes atyre kafshëve të egra dhe je thjesht në një
Tani nuk është pak në distancë me Po, dhe to. siç janë ato videot që të kalon Luani. Zemra ndërkohë duke dalë nga krahërori. Ti nuk është se i hipën antilopës kështu edhe i thua do migroj edhe unë me ty. Jo, po ke një Luan aty përballë që vjen e shikon thotë çfarë bëre mirë. Na kena një cigare aty më thot Luani, kena një cigare mos e di që më kemi ditë që udhtojmë thot. Çdo vit rreth 1.5 milion goose, wild beasts që janë antilopat afrikane, mbi 200.000 zebra dhe qindra mijëra antilopa nga këto normalet, Nga këto që kemi ne shumë. Nga këto baziket. Po, përshkrojnë ekosistemin. Lopa është antilopa. Përshkojnë ekosistemin Serengeti, Masai Mara në një cikël migrimi prej rreth 800 deri në 1000 kilometra. 1000 kilometra. 1000 kilometra ecin këto kafshët. Ece, mos ndalo, moj bubrec, më bash tjetër ajo. Po. Oj bubrec. Parqet kombëtare të Tanzanisë regjistruan mbi 2 milion vizitorë në vitin 2024 me një rritje prej rreth 15% krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa në 2026 parashikohet sigurisht një rekord i ri. Operator Safari raporton një rritje 18 deri në 25% të prenotimeve nga Europa për sezonin qershor-shtator 2026, periudha kulmore e kalimeve dramatike të lumenjve. Janë ato momentet kur lumenjt rrjedhin, vërshojnë kështu me që ne i shikojmë vetëm nga National Geographic për momentin. Ne kemi pa, informohemi. Po është eksperiencë jete, besoj që duhet bërë me patjetër. Patjetër që po. Do të provuar safari në Afrikë. I pari një që do ta provoja unë sapo të më jepet mundësia në këtë periudhën qershor, kur ishte qershor-shtator. Ne kemi vend pa thonë që do e provojmë, po. Sigur ta bënim një listë të vendosim ca prioritete. Mjafton që të kemi dëshirën e mirë. Po dëshirën e kemi në gjithkohë, s'na mungon kurrë. Po dëshira po duhen dhe lekët, që të shkosh atje dhe të ditë pushimi. Pa merak se di unë si ta vën siklet. Franci po, nëse ke këtë periudhën e lirë. Pra e zem një muaj. Do bësh këtë udhëtimin në Afrikë apo në New York? Në thënë të drejtën, nuk e kuptoj, kemi dhe muaj Jim Bacon, po ka vaj deri diku. Kështu që bëjmë të pyetje në këto momente. Kështu që Afrika. Po me shënse në New York e qënë, besoj Afrikën do zgjidhje. Po mendoj që avlan. Përsërisim edhe një herë kuicin për ditën e sotme, me shënse përmendëm Afrikën, New Yorkun, cili qytet ka metro 24 orë, sepse nuk fle kurrë, nuk ishte asnjë lloj ndihme në këtë që unë sapo thash. Londër, Tokyo, New York apo Madrid. Donde es el metro? Donde? Next station. Alisha Keys. 068 20 63 423 dhe në Instagramin e Premium Channel. Dhe në Instagramin e të Francit, po. Faleminderit. Po e thua ti atë. Faleminderit. Presim përgjigjet tuaja. Presim përgjigjet tuaja. Na shkruani. Shkëputemi me një këngë dhe rikthehemi pas pak. Shkëputemi. Hajde mirupafshim. Mirëmëngjesi, 7:55. Sa është ora në 7:55. 8 pa 5. I kemi të dyja variantet. Jeni në shoqërinë e Zgjohu po deshe dhe është momenti t'ju njohim me temën e ditës. Diskutimi që ne bëjmë bashkë në studio. Sot kemi zgjedhur këtë: çfarë ndodh në rritje? A ndryshojmë ne apo rrethi ynë dhe a kemi frikë nga sukseset e njerëzve që na rrethojnë? Dy pyetje. 2 në 1. 2 në 1 që në fakt lidhen me njëra tjetrën. Po kot nuk janë vënë 2 në 1. Do ishte interesante ti bënim krejt pa lidhje me njëra tjetrën. Nëse se ti në Ada nuk i ke bërë 30 akoma, kurse unë dhe Mikaela. Jo ende. Unë dhe Mikaela që jemi tek kam me frikë të them të drejtën. Jo aq mbi më avash. Jemi mbi na çoj. Edhe 30 pak fare, pak. Letshëm. Kështu që identifikohemi 2 deri në 3 vite. Por megjithatë nuk besoj se. Po prapë jeni më afër 30-s se sa 40-s. Po. Sa e keq. Nuk besoj se ka të bëjë shumë kjo mosha jon që vetëm ne lidhemi me këtë temë, sepse çdo moshë sigurisht e përmenda sepse jemi rritur mjaftueshëm për ta kuptuar këtë pyetje dhe për t'i dhënë përgjigje, për t'i dhënë disa përgjigje, sepse gjëja e parë që më erdhi në mendje kur diskutuam për këtë temën që do kishim ditën e sotme ka qenë që brezat në përgjithësi marrin si sistem dhe si pikë referimi njëri tjetrin, kudo që janë. Si më thënë, ne tani që jemi në të 30-tat, unë dhe Mikaela kemi pasur një shoqëri të përbashkët dikur në shkollë dhe kur fillojmë edhe mendojmë edhe i përmendim të gjithë ata që kemi pasur në klasë para shumë vitesh, para 20 vjetësh, e kemi të pashmangshme që të fillojmë edhe të bëjmë një analizë se si ka shkuar jeta e tyre dhe kështu me radhë. Në këtë kuptim për mendimin tim edhe në mënyrë të pandërgjegjshme ti bën një farë krahasimi me jetën e tyre dhe jetën tënde se si ka ecur deri tani. Po, unë nuk mendoj në fakt që ka të bëjë me ndjenja të çuditshme, më shumë se sa me rritjen personale.
me vështirësitë që ke patur gjatë jetës edhe me familjen se nga vjen. Ndonjëherë ka njerëz që janë shumë më të pjekur për moshën që kanë, e ndonjëherë ka njerëz që janë nuk shumë më të pishen mëdhenj në kurrë. moshë edhe kanë zgjedhur të jenë fëmijë për jetë sepse nuk kanë patur sfida në jetë, ju kanë ardhur gjërat shumë të Jo thjeshta. gjithmonë, ëh, se nuk ka nevojë me patjetër të kesh sfida dhe të kesh probleme janë të në dyja jetë për të variantet, rritur po dhe për mendoj të që- krijuar personalitet dhe karakter. Mendoj Ka dhe që nga po, ata që e ndikojnë kanë edhe patur ato. jetën vaj, por i kanë edukuar mjaftueshëm mirë prindrit, kanë zgjedhur të jenë njerëz të denjë dhe të drejtë dhe janë kokë më kokë me këto që Atëherë kanë prindrit patur kanë kaluar sfida. përmes disa vështirësive dhe kanë dashur t'i rrisin këta fëmijë mirë dhe t'ju mësojnë vlerat edhe t'i përgatisin për jetën. Mund të jetë edhe kjo. Mund Si të farë. jetë. Mund të jetë patjetër, po. Po sa që nuk vlera, mendoj që si o i referencë ke, o si ke. duhet të shërbej mosha. Okej, po gjithsesi, unë mendoj se në këtë Mendimi rast, im. paktën për mendimin tim, shërben shumë. Dhe tani për t'ju kthyer në çike edhe pyetje, sa ndryshojmë ne apo ndryshon rrethi ynë. Unë besoj se çdo njeri në ciklet të ndryshme të jetës bën pjesë në këto rrethet e ndryshme. Si më thën, kur është në gjimnaz, pastaj kur shkon në universitet krijon një rreth tjetër shoqëror, kur del nga universiteti dhe fillon që të ketë punën e vet, e sheh veten me njerëz të rinj, të tjerë dhe kështu me radhë, tjetër gjë se sa zgjedh ai të mbaj nga rrethet përkatëse se sa Janë njerëz. faza që i kemi kaluar thuajse Ka të gjithë. Dhe unë mendoj se rrethe paralelisht, provizore dhe po, rrethe të qëndrueshme. Paralelisht me njeriu ndodh që ai të marr nga secili prej këtyre rretheve shoqërore ku ai bën pjesë kur rritet, dhe në të njëjtën kohë ka dhe një lind vetën të zhvillimit personal, të jetës së vet, më kupton? Dhe sesa zgjedh pastaj ai të marr dhe të ndryshojë nga vetja në bazë të këtyre rretheve se ku ai e Nëse gjen. ndodh, po, relative është edhe kjo, se varet Po, sa por egoist është ai njeriu dhe sa do t'i vlerësoj ata që ka afër e të marrin më të mirën e tyre. Pikërisht pra, Se pikërisht. ndonjëherë prandaj ndodhin edhe këto shkëputje, se njeriu mendon vetëm për veten e tij dhe thjesht distancohet edhe i largon të gjithë njerëzit se mendon që nuk janë vlerë mjaftueshëm për të Pikërisht. dhe ai është më i ditur, më i zgjuar, më i mirë. Por mendoj që duhet të rritesh mjaftueshëm për ta kuptuar këtë gjë. Duhet të kalosh disa përvoja, këto që po themi ne, disa vite, disa edhe përvoja shoqërore të ndryshme Duhet të për të njohësh dhe kuptuar. limitet e tua. Deri ku shkon ti, sepse në rrethe shoqërore në përgjithësi në këto që shkëputen, siç the ti, nuk është vetëm çështje egoizmi, po është edhe pak delir madhështie, do thoja unë, dhe të mos njohësh veten, sepse shef Francin që ka ecur, ka bërë një karrierë të suksesshme, ka një familje, ka çdo gjë që ti mund të doje të kishe, por Ndihesh inferior. ndihesh inferior, ke kompleksin e inferioritetit dhe nuk gëzon absolutisht në asnjë moment për arritjet e Francit, për të thënë që shiko, ky është një miku im që bravo i qoftë, ka arritur diçka në jetë, por tha prit. Këtu mund të isha unë, këtë mund ta bëja unë. Dhe fillon ai Ajo ka të frustrimi. bëjë me ty pastaj, se Kjo ai pa po, pra, plotësuar po kjo është ndjeshtin. një, për mendimin tim, kjo Dhe është ka një shumë njerëz mendësi të tillë. shumë e mbrapsht. Pra, fakti që nëse ai tjetri fiton humbas unë, është një çështje mendësie e mbrapsht totalisht. Prandaj me Shkruaj. kalimin e viteve në rrethin tënd, zgjedh gjithmonë të mbash ata njerëzit që kanë duar trokitur për ty. Jo ata njerëzit që kanë qëndruar në hije. Dhe kanë parë kështu nga perdja, nga dritari. Çfarë po bën ky tipi? Çfarë po bën ky, domethënë, prita çfarë po bën komentoj ky? pak çfarë po bën Po ky. mirë, ajo ndodh kur ti rritesh në nivelin tënd të vetdijes, edhe fillon të shikosh gjëra që nuk i ke parë më parë. Domethënë, ti rritesh si njeri, piqesh, maturohesh, krijon më shumë eksperjenca dhe fillon pastaj të dallosh karakteret, njerëzit. Pse disa janë më të cekët, pse disa janë për ty aty kur ti ke nevojë, pavarësisht fazës së jetës së ku ndodhesh. Po unë ndonjëherë mendoj që edhe to let go, pra ti lësh njerëzit të ikin, është gjë shumë e mirë edhe shumë e shëndetshme. Absolutisht. Ndoshta në faza të ndryshme ty të shërbejnë ata njerëz. Pra, shoqërinë që ke patur në gjimnaz nuk mund ta kesh për një kohë të gjatë, për shembull në këtë moshë Varet. që jemi ne. Unë nuk e kam për çështje sepse shoqet e mia, dy shoqet e mia të ngushta që kisha për shembull, janë emigracion. Zgjedhën të Nuk iknin mban jashtë. kontakt? Patjetër, po nuk është e njëjta gjë. Për më tepër që unë mora një rrugtim tjetër, ndërkohë ato kanë një jetë familjare dhe ti nuk e kap dot ritmin e tyre, e as ato nuk e kapin dot ritmin tim. Pra ka biseda që mund të bëhen, po deri aty, sepse aq Mirë, është bërdiçmërinë nuk e ndan dot më me to, kjo është e Po kur ke një padiskutueshme. gëzim, patjetër që janë Po. aty, kur ke një shqetësim të vogël, patjetër që janë aty, po përmes bisedave asnjëherë nuk arrihet ai maksimumi siç do duhet të ishte nëse do të ishim afër. Por kam shoqe nga fakulteti që janë aty për mua, edhe pse në një profil komplet tjetër, e gjejnë kohën që të shoqërohemi, të dalim, të organizojmë udhëtime, pavarësisht botkuptimeve, nivelit të vetdijes, çfarë duam nga jeta, pikësynimet e njëra tjetrës. A gëzon ti në Kjo atë për është- sukseset e tyre? Patjetër që po. Sepse kjo është Patjetër që në fakt po. edhe thelbi dhe tema që ne kemi sot. Pra ti kur shikon një, Do isha me to nëse nuk do ta bëja. okay, por Zoti kisha shoqe. ka Mendon njerëz se është e që dy anshme?
Po, Pikërisht. po patjetër, përsa ko rri me njëra Se tjetra. ndonjëherë edhe nuk Po e di. nuk është kusht, nuk është Mos domosdoshmëri. sa e nxjerrin Mos kokën. ndo. Ore mos më jep, mos më Jo, fusë jo, kështu. por shiko pa. Se më futën sherr me shoqe. Nada, shaka. nuk është domosdoshmëri që ti të kalosh një pjesë të konsiderueshme të ditës dhe të jetës tënde me një njeri dhe domosdoshmërisht ai duhet të gëzojë për ty dhe ti për të. Këtë jemi duke diskutuar. Po për ta kuptuar këtë, nuk është aq e thjeshtë. Po, tani, për mendimin tim, ndodh një farë përzgjedhje, seleksionimi natyror i njeriut në raport me njerëzit që ai zgjedh të mbajnë jetën e vet. Kur është më i ri, e gjen veten dashur pa dashur dhe kur nuk do në rrethe të ndryshme, në situata Që të s'bëjnë ndryshme me sens, që njerëz, s'kan lidhje me edhe to, kështu me po. radhë. Duke u rritur, sigurisht që fillon edhe ky seleksionimi i njerëzve dhe pastaj për mendimin tim në këtë rreth që ti ke zgjedhur në mënyrë të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme ta tërheqësh edhe në nivel energjie, ndodh një tjetër lloj seleksionimi që mban ata njerëz që ty vërtet të Ajo do të nuk ishte po them- idealja, pastaj do të Nuk ishte po them gjëja të më e shërbejnë, mirë. por ngushtohet rrethi aq shumë sa ti e kupton se këta janë njerëzit e vërtet që gëzojnë për sukseset e tua E dhe qartë. që sigurisht edhe ti je atje për ta sepse edhe ata ndjehen po një lloj. Po, më duket pak e vështirë për të funksionuar gjatë, një marrëdhënie e tillë e bazuar vetëm tek energjia e mirë, pra një njerëz që të do të mirë nga fillimi në fund edhe pse nuk ka lidhje jo. gjaku me ty, për vite e vite me radhë, pavarësisht se si vijon jeta jote, sepse sot unë mendoj këtë gjë tjetër, edhe jam e bindur për këtë sepse e kam vërtetuar në eksperjenca personale, po edhe në eksperjenca që më kanë rrëfyer e përvoja të njerëzve të tjerë, që sot kryesisht marrëdhëniet ndërtohen në bazë të interesave. Dhe sa më i madh Për jetë fat të mirë interesi, kam bindjen aq e më e madhe kundërt. është edhe ajo dashuria e shtirur edhe fasada e shoqërive që ndonjëherë ty nuk të bëjnë sens se thua ç'lidhje kanë këta njerëz me njëri tjetrin. Sepse ndodh edhe kjo që ka njerëz që përgojojnë njëri tjetrin, pra merren me jetën e tjetrit dhe kur vjen puna ti ishe pra bashk. Dhe një njeri që është i kthjellët, edhe i qartë edhe i qetë me veten e tij, nuk do ta pranonte kurrë këtë lloj gjëje. Dhe ndonjëherë është më mirë të rish vetëm sesa me njerëz që janë me ty aty vetëm kur kanë interesat e tyre. Patjetër, sigurisht zgjidh gjithmonë veten mbi të gjitha, por un jam komplet kundër kësaj teorisë tënde, ose Okej. shiko, e kam shumë personale si gjë dhe nuk mund të flas në përgjithësi, sepse Dashur pa dashur e kem në personale. Faleminderit Zot, domethënë më ka bekuar me një rreth shoqëror që ekziston për mbi 20 vite. Dhe në këtë Dhe rreth që ti ke zgjedhur që ta mbash, Kam në zgjedhur fakt, që po. ta mbaj, sigurisht ka qenë shumë i gjerë si rreth, as E pra diskutohet. pikërisht për këtë po flasim. Pavarësisht se përditshmëria me dikë mund më ketë lidhur më shumë me dikë Po, më vjen pak. duke u zvëgluar, Por ama, po. ajo dashamirësia, ai gëzimi i sukseseve të gjithë secilit, mbështetja për çfarëdo lloj problematike, ndihma në dhënien e një zgjidhje të çfarëdo lloj forme ka qenë gjithmonë aty. Dhe nuk di të kem dyshuar një herë të vetme për gjatë gjithë historikut të shoqërisë tonë me disa persona specifik, nëse këto kanë pasur ndonjë farë xhelozie apo kanë vënë egon e tyre përpara të mirës time, le të themi. Shiko, në edhe asnjë lloj xhelozia momenti. ndonjëherë nuk është ndjenjë Kështu e që keqe ndonjëherë se më duket se përveç Unë mendoj që njeriu çështjes lind zgjedhje edhe me- është edhe pak çështje fati, se Edhe tërheq me- atë që atë energji që jep atë E tërheq. drejt, edhe këto. Po thojnë Ada që xhelozia nuk është ndonjëherë e mirë, po nuk është e keqe nuk është e keqe? ndonjëherë, po Pse? njeriu e ka me Kur bëhet e veten. sëmur, Jo, se janë shumë kërështar të Po diktë. Pse? patjetër që po, kur vjen puna edhe motra për vllajin ka xhelozi, edhe vllai për motrën, Ja, edhe dhe motra këtë se për motrën. konceptoj dot. Po ndodh, është e pashmangshme. flasim për një nuk është lloj e keqe, nuk është ndjesie- xhelozi që do të të vërë shkopin në rrota edhe do të të prishi iniciativat, punë, dëshirat e tua. Ja, ajo është ligësi pasaj fare, Po, ajo. po, Po është flasim një për lloj një lloj- limit. është një lloj xhelozie e Natyrore, brendshme, në fakt, po. është ajo që the ti pak më herët që okay, unë nuk i kam këto gjëra dhe ky personi tjetër i ka. Derisa ti e pranon me veten tënde këtë, atëherë mund të kesh një raport më të qetë me personin tjetër, po fillimisht e ke atë shkëndijën që Okej, por e ke më shumë me ku veten që qëndron- ç'a nuk funksionon me mua që unë nuk po i Qartë, bëj qartë, këto qartë, po gjëra. pse duhet të funksionojë me ty dhe pse ti këtë njeriu të mos e marrë si model, po ta kthesh në objekt xhelozie për Po, veten është çështë e tënde. kapaciteti më E, ky është- transformimi, këtë po vetdije, them, sa këtë i po them. rritur je, sa Pikërisht, mediokër pra. apo sa i rritur je. Kjo Që është, nuk e ne- kanë të gjitha të bot kuptim. E vërtetë është kjo, dhe është çështje mendësie që në fakt duhet të Patjetër. ndryshojë që të tjerët, veçanërisht rrethin tënd sepse atje nis çdo gjë, kur ke mundësinë dhe fuqinë brenda vetes në mënyrë të vetëdijshme që ta kthesh atë tjetër në një model frymëzimi për ty, veçanërisht shokun dhe shoqen e ngushtë, përse zgjedh që të bësh praktikisht Kur mund të kundërtën zgjidhje dhe të bashkëpunoje me të. dhe të jesh xheloz mund për të ishte edhe një formë ndihme për ty. sepse çfarë për të paktën në nivel energjie dhe ata që i besojnë energjisë dhe spiritualitetit, Po, për xhelozin instinktive, veçanërisht pra, që vjen në moment. ajo është natyrore patjetër. Mendimi i parë që të shkon në mendje. Por kur ti transmeton këtë lloj energjie dhe këtë si thua këtë vrundull kaq të madh pozitiviteti dhe e merr tjetrin si shembull, është e pashmangshme dhe jeta ka treguar këtë gjë që ty të kthehet në të njëjtën Është e vështirë vrundull ta energjie. marrësh si shembull sepse ne mendojmë që jemi të barabartë dhe nëse ke për shembull dikë me cilin je rritur, vjen pak a shumë nga të njëjtat kushte,
Edhe thua si ka mundësi që jeta për këtë rodhi kaq mirë, ndërkohë unë jam prap aty ku isha. Më kupton? Pra kur nisesh në start, në të njëjtin Me një fillim, start të barabartë thua. po, atëherë ndoshta këtu mund të jenë edhe ato raste që ka pak xhelozi. Tjetër gjë, kur ti je i vetëdijshëm që ky personi vjen nga një familje e kamur, edhe patjetër që ka më shumë sukses. Aty thjesht Aty do përpjet ti tha. Ty pastaj bën këto kompromise që ose do e kesh shok apo shoqe prej vërtetit, sepse e ndjen edhe të shkon muhabeti me të, apo do lidhesh për interes, pastaj do të duhet të dish ta menaxhosh atë marrëdhënie që ky personi mos ta kuptojë ndonjëherë. Më kupton? Kështu që është edhe ajo shpreha pastaj që njerëzit e mëdhenj diskutojnë ide me njëri tjetrin, ndërsa njerëzit e vegjël diskutojnë njerëzit. Ka të bëjë me formimin gjithçka. Tani natyra e njeriu është shumë e çuditshme dhe psikologjikisht njerëzve ju ndodh që ta frenojnë veten për të mos shkëlqyer dhe për të mos pasur suksesin që ata meritojnë të kenë në fakt për punën dhe veten e tyre, vetëm sepse nuk duan që të prishin ca marrëdhënie që kanë ndërtuar, vetëm se nuk duan që ai tjetri të ndihet keq për suksesin tim. Po, është shumë e çuditshme. Ndodh që i Kjo fshehin pastaj më planet. duket shumë toksike. Pikërisht, pra. Tmerrsisht toksike, sepse si mund të ndalosh ti rrjedhën tënde të jetës vetëm sepse dikush do e bëj gjumin keq një natë. Shiko, ne shqiptarët e kemi këtë ndonjëherë që nuk duam të mburremi para atyre që i duam edhe i kemi Jo, xhan. të mburremi. Mos ta kalojmë në mburje, thjesht. Pra, ja tregojmë gjërat pak më vonë, edhe nëse blen një makinë, edhe nëse blen një shtëpi në plazh apo ku diun, nuk e di pse mendoj për këto investime të mëdha. Imagjino, ti blen makinë nuk e tregon dhe të shikoj dorë me rrugës. lekë, ku di ose të bie llotaria. E kuptuam çfarë do në këtë jetë. Po kjo ndodh edhe në fismë, edhe me njerëzit e fisit, domethënë gjithmonë se thua, kush e di si do e marrë se ti e di në ç'kushte mund të jetë ai personi dhe nuk do që ta lëndosh. Kjo është më shumë empati edhe çështje kujdesi se sa të fshehesh apo çështje toksiciteti, nuk e shoh ashtu. Okej, njeriu thash për një projekt, për një punë më duket nuk e di. Jo të fshesh totalisht, ta marrë vesh nga të tjerët, po thjesht e vonon pak që gjesh formën për t'ia thënë. Ndodh. Edhe kështu për moment të fundit. Po është një gjë që ndodh. E di çfarë, un jam shumë kurioztar të di të paktën në këtë moshë që kam, kur e kthej kokën mbrapa është e pashmangshme mos bëj një farë reflektimi të gjitha marrëdhënieve të mia shoqërore, të gjitha marrëdhënieve të mia me njerëzit. Dhe në të njëjtin nivel kurreshtjeje kam se si do jem dhe se si do reagoj në të njëjtat marrëdhënie kur të shkoj në një moshë 10 apo 20 vite më pas. Pikërisht, pra. Dhe dua të di, është një proces natyror që ndodh kjo apo do takoj njerëz të tjerë rrugës që do besoj që po. Është proces natyror sepse përditshmëria jote tani është kjo. Pas 10 vitesh besoj do jetë duke u kujdesur për familjen, për fëmijët, patjetër edhe me punën dhe projektet e tua. Kështu që automatikisht të ndryshon një pjesë e madhe e ditës. Automatikisht ti nuk mund të kesh kontakt kaq gjatë, kaq shpesh, kaq shumë me të njëjtit njerëz. Gjithsesi besoj se për ata miq që kam zgjedhur të jenë miqtë e mi, do gëzoj pafund, do duar trokas pafund dhe nuk diskutohet. Sigurisht do kem bindjen edhe më të madhe që edhe ata do bëjnë një gjë për mua. Ky që mund të gëzojnë nga larg për ty, mund të kesh si me shoqet e tua, për shembull që janë në emigrim. Ato sigurisht të ndjekin, i dinë risit e tua, ju bëhet zemra mal, besoj për këtë dhe pavarësisht se mund të keni 5-6 vite pa u takuar, kur ritakojnë është si të mos kishte kaluar koha kurrë. Kështu që këto janë ato njerëzit me energjinë e mirë që do të mbajtur. Po duhet ta pranojmë edhe faktin që duke u rritur edhe duke bërë zgjedhjet tona në jetë, rrethi dashur pa dashur do të ngushtohet. Se ka njerëz që nuk e kapin dot ritmin tënd, varet çfarë pasionesh edhe dëshirash ke ti, varet çfarë të motivon ty. Se ndodhet edhe kjo gjë tjetër. Domethënë me aktivitete shumë bazike, unë mund të dua të shkoj të hidhem me parashut, të bëj scuba diving dhe mund të kem një shoqe shumë të ngushtë që e kam patur gjatë fakultetit, pikërisht me cilën ndanim librat e preferuar apo ku di unë edhe thashë themet shkollës dhe kur unë ftoj për ta bërë këtë gjën, për të shkuar për hiking apo për rafting ose hajde këtë fundjavë. Po mirë, nëse ti e ke shumë për zemër, do ishte nga këto shoqërohesh me njerëz që ndajnë të njëjtat dëshira nga ty, por që do bëj pak kompromis. Ne 30 vjeçare për të përshtatur, në sensin duhet të tërhiqem unë dhe mos bëj gjërat që kam qef që ajo të ndihet okay. Ato gjërat që ajo mund të ndihet okay. Patjetër që po, e bëj, po ti fillon krijon raporte të reja. Dhe rrjedhimisht një njeri e mban nëse ka dëshirë të jetë aty pavarësisht dëshirave, aventurave që do të bësh ti ose jo, dhe njihesh pastaj me njerëz të tjerë që ta kapin ritmin. Edhe ti kështu fillon rritesh, edhe një njerëz të rinj. Kështu që nuk ka asnjë gjë të keqe nëse rrethi zvoglohet, zgjerohet, u mbasim njerëz gjatë rrugës. Unë mendoj që kjo është forma më e shëndetshme dhe më e mirë që njeriu të marrë mësim në jetë dhe të rritet.
Nuk kemi pse e shohim me dhimbje. Jo, Nuk jo, do thjesht po ta bëjmë bënim një kaq farë dramatike. Jo, thjesht po bëjmë një farë pasqyrimi dhe reflektimi dhe në bazë të përvojave tona personale. Se unë mendoj që njerëzit brenda vetes gjithmonë e dinë kush është Neada, kush është Mikaela, kush është Franci. e ndjejnë më shumë se sa e dinë për mendimin. Domethënë ne mund të kemi shoqëri, njerëz që na ndjekin në rrjetet sociale sot, që kemi patur në 9-vjeçare, në fakultet, dhe pavarësisht se ti nuk ke komunikim me ata, vjen një moment që të shkruajnë një mesazh që kanë qenë gjithmonë aty edhe gëzojnë respekt, pavarësisht se nuk të lidh më gjë. Edhe kjo është gjëja më e mirë e mundshme. Do ta vazhdojmë temën e ditës në fakt në pjesën e dytë me të ftuarën tonë. Tani është momenti të dëgjojmë një këngë të bukur dhe të rikthehemi pas pak. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes edhe një herë njerëz. Mirëmëngjes. Vazhdojmë të jemi në 104.6 Radio Travel. Jo, po deshe. Dhe në Premium Channel. Besoj jeni zgjuar tani, sa është Të ora? gjithë janë zgjuar. 8:17, rrugës për në punë, dikush është në shtëpi duke na ndjekur, duke pirë Dikush atë është edhe kafen në punë duke na ndjekur. Besoj që Po punoni more. Se jemi dhe në radio dhe në televizion. Mirë, flasim sërish për temën tonë të ditës, për rritjen, në cila vjen në të gjitha format. Mund të jetë rritje personale, rritje profesionale, rritje shpirtërore, dhe sa herë që ne rritemi, diçka lëviz dhe diçka ndryshon. Në cilën formë edhe si ka ndryshuar edhe për të ftuarën tonë, diskutojmë të mëngjes me Alda Dodej, e cila është moderatore. Mirëmëngjes Alda. Mirëmëngjes. Ne si që të kemi. Mirë se erdha. Si e zgjuar sot një herë? Është zgjuar herët përgjithsisht apo? Jo, nuk zgjuar fare herë dhe për mua është e pazakont, aq më tepër në këtë orë. Atëherë të falenderojmë dy fish. Faleminderit shumë, po është kënaqësi edhe më bëri mirë ky zgjimi, kështu se kur zgjohesh edhe je mes njerëzve shumë të mirë pozitiv, kështu edhe është më bukur. Faleminderit. Po Shumë kjo është faleminderit. zgjedhje edhe zgjimi? Mendoj që ka të bëjë dhe me rritjen personale, orare, disiplina. Po, dhe kjo ka të bëjë jo me rritjen profesionale, po me ndryshimin. Më mirë ta kapim te kjo pjesa e ndryshimit, se është e përkohshme të paktën këto vitet e fundit. Jo se e kam zgjedhur unë, po kështu më ka qelluar edhe me oraret e punës. Po ka patur raste që jam zgjuar edhe shumë herët, ja kam bërë emision mëngjesi, kështu si ju. Po, Njësoj. okay, këto ndryshime vitet e fundit të kanë krijuar ndryshime në rrethin tënd? Po, më kanë ndryshuar sigurisht sepse nuk ndryshojmë vetëm ne, ndryshojmë vitet, ndryshon ne rritemi me zhgënjime, me profesionalizëm, me karrierë, domethënë vijnë të gjitha bashkë, nuk janë vetëm vitet që kalojnë. Sigurisht, ndryshojmë ne, ndryshon edhe rrethi. Her pas here ka raste që edhe personat e atij rrethi me cilin ti je mësuar edhe të jetosh për shumë gjatë i lë rrugës pa dashje, sepse gjërat ndryshojnë dhe marrin rrjedh tjetër, kështu që mendoj që ndryshojnë shumë. Jo ndryshon, po ndryshojnë shumë. Po, mendon vërtet që ndikon rritja profesionale ose financiare për të humbur disa njerëz gjatë rrugës, edhe ndoshta për të bërë pjesë e një rrethi tjetër? Nuk do ta lidhja shumë me ndryshimet financiare, por që me ndryshimet profesionale po. Se në momentin që ti bën një punë të caktuar, sigurisht që të lidh puna me të njëjtët persona çdo ditë dhe ti je më e afërt me ta. Në momentin që ti ndryshon për shembull një vend pune, edhe pse mund të kesh shumë dëshirë ti takosh, nuk e ke atë mundësinë apo kohën fizike që ti takosh çdo ditë. Ashtu si kundër na ka ndodhur edhe me shoqërinë e shkollës, për shembull kur kemi kaluar pjesën më të madhe të ditës me ta. Tani mezi bëhemi ti takojmë se s'kemi kohë kështu. Po ti e ruan besoj edhe shoqërinë e shkollës. Po, patjetër. I ke të njëjtat shoqe? Un kam një mendim, ai që do të takoj e gjen kohën gjithmonë dhe e gjen mundësinë gjithmonë. Rëndësi ka dëshira. Me thënë të drejtën, kohëve të fundit neve edhe sikur na merr pak kështu kjo jeta e përditshme, ose ndoshta un personalisht vrullje i vë faj vetes dhe them që nuk di ta menaxhoj mirë kohën, se po di ta menaxhoj mirë kam kohë për të tërë, por që mundohem shumë ta gjej kohën, i mbaj shumë lidhje. Po mirë, meqenëse përmendë pjesën financiare që nuk ndikon. Po ndoshta mendoj se angazhimet profesionale po kur vjen puna te marrëdhëniet, fakti që dikush është i martuar ose si një fëmijë në jetë, ndryshojnë marrëdhëniet këtu? Ndryshon shumë. Unë nuk kam fëmijë, por që me shoqjet e mia e vëre një gjë të tillë, jo se kanë mungesë dëshire për t'u takuar, por sigurisht ato nuk munden që në çdo orar që unë mundem të dalin dhe të më takojnë mua, dhe kjo është tepër normale. Mendoj që kjo është një gjë që është e pranueshme për mos të prishur këtë ekuilibrin në grup. Unë pranoj situatën e tyre duke i kuptuar se është vërtet e vështirë në momentin që ti ke një fëmijë të vogël të përshtatesh nga orari i tyre drejt. Sa njerëz kemi humbur kështu që janë martuar këta shokët ta. Po i mori martesë, stilo burri të dalë. Kur martohen shumë shpejt, ajo është më e keqja pastaj. Ashtu e ke humbur për fare, nëse është edhe çaka kjo. Alda, tani kam një pyetje, pse njerëzit ndonjëherë krijojnë një farë ndjesie
frike për suksesin e tjetrit sepse në të njëjtën kohë atyre ju nxjerr zbuluar edhe dobësitë që ata kanë si njerëz Pasiguritë e veta. Pasiguritë e veta në marrëdhënie me punën e tyre, me jetën e tyre në përgjithësi edhe kështu me radhë. Tani se nuk dua të bëhem edhe kjo që unë nuk e mendoj kështu, po është okay. Po, ka Si do ta njerëz mendosh? që kalojnë në zili, pastaj kur shohin të mirën e tjetrit. Unë mendoj që secili prej nesh duhet i marr më të mirën edhe të mirës së tjetrit, pra për ta vënë në dispozicionin Vetëm pak më afër mikrofonit. Për ta vënë në Faleminderit. dispozicionin tënd dhe jo për nxjerr ti pasiguritë e tua edhe dobësitë e tua, po për t'i thënë vetes tënde që motivohu, puno, se ti duhet arrish gjëra që mundesh ti arrish. Jo gjëra që ka arritur personi për cilin ti ke zilin në thonjza, po themi. Pra, nëse ti e përdor këtë gjë në këtë këndvështrim, për mua është okay, është shumë pozitive. Sigurisht që ka dhe raste kur përdoret Duhet të negativisht. frymëzohemi për të ndezur motorat. Unë mendoj tanë që për të është ecur. motivim. Pra, suksesi i personit tjetër duhet të jetë motivim. E nëse pa pritur në rrethin e ngushtë në ata që mendon se do besojë gjithçka, ndjen këtë ndjesi, këtë xhelozi apo këtë Unë e kam Zilin e përjetuar, unë e kam vogël. përjetuar. Ndoshta kam qenë e gabuar, po e kam përjetuar her pas Si ka qenë here. rasti? Një Në shembull për shembull. po themi në shkollë se tani kur ndryshojnë vitet, rritesh edhe gjërat i mendon ndryshe. E kam përshtypjen se edhe njerëzit nuk e lëshojnë shumë veten për të dukur në të tilla xhelozira, le të themi. Po kur je në shkollë apo kur je më i ri, edhe gjërat bëhen pak më të hapura, ti nuk e menaxhon dot veten. Dhe unë e kam përjetuar këtë me rrethin tim shoqëror. Unë kam qenë një vajzë që kam punuar shumë herët, pra që në vitet e para të fakultetit. Edhe të gjithë më shihnin kështu si çfarë po bën kjo? bë kjo, u ta bë kanë kjo. thënë, po. E pa. Duke qenë si mendje madhe. Po. Edhe ndërkohë që unë thjesht punoja për nevojat e mia, domethënë, Jo për të dukur. Fati më donte që unë të punoja në Po. profesionin tim, po jo që unë punoja për të arritur aty, të jem e sinqert. Nuk kam fare ego, nuk kam fare ambicie. Nuk është e mirë, është e gabuar, po më kanë ardhur gjërat kështu. Po më kanë ndonjëherë të vinë më mirë rrjedhur. kur nuk i ke si qëllim Po, këto gjëra unë mendoj që po. kur nuk i kërkon me do e mos. Kështu që e kam ndier një farforme edhe atë xhelozin rreth e rrotull. Ku qëndron ky kufiri ndërmjet të marrit si model një njerëz, të marrit si një model frymëzimi dhe e kundërta e kësaj, pra të krijoj këto ndjesitë e xhelozisë, të zilisë dhe kështu me radhë. Dëgjoj, ne paktën ne në Shqipëri jetojmë në një shoqëri mendoj unë që shikon shumë tjetrin. Më thënë, që te komshiu, te shoku klasës, dhe ne jemi rritur me një frym kështu që e ke para të sa mirë mëson ai, dhe për mua këto krahasimet, Krahasim që në krahasimet fëmijëri. sociale kanë lënë gjurmë te unë. Unë për shaka her pas here me mamin dhe i them, dëgjoj, na ke lënë me trauma, e mban kjo është mend si vërtet, po. e mban mend si na thoje dikur që ata nuk kanë bukë të hanë dhe mësojnë shumë, kurse juve I keni të gjitha dhe more një Edhe not. Kur këtu të vi. Pikërisht, Dhe ja të drejtë. them gjithmonë kështu, dhe ky krahasimi social mendoj unë që e ka penguar pak shoqërinë tonë. Unë nesër nëse do bëjmë me fëmijë do jetë vetëm gjë që unë do t'i vëj një kryq të madh, domethënë nuk do ta krahasoj kurrë me të Buroni tjerët. çik edhe nga familja, domethënë Po, kjo vjen, ndjenja vjen, e po. egoizmit për qenë i pari më i miri dhe Po, për të krahasuar buron. me të tjerët. Si e kupton Alda në shoqëri kur ajo merr vërtet mbështetje? Kur merr mbështetje personi që ka Ti në rastin konkret. Pra si e kupton ti që një shoqë vlen sepse ajo ta shfaq mbështetjen në shumë forma. Cilat janë këto forma? Shumë herë nuk e kam kuptuar. Domethënë, nuk e kam kuptuar as mbështetjen, nuk e kam kuptuar as zilin. E ke marrë të Me mirë thënë qenë që drejtën. thjesht janë aty. Unë jam njëri që besoj shumë te njerëzit edhe i bëj gjithë njerëzit shumë të mirë dhe sikur më duan. Por me kalimin e viteve dhe prapë kam ngul tek pjesa që njerëzit ndryshojnë dhe formësohen. Pra ti duke punuar, duke jetuar me njerëz të ndryshëm, karaktereve të ndryshme, S'ka arrin të litesh, kuptosh, arrin të kuptosh se cili e ka të fjalën me të vërtet ashtu siç e mendon dhe kush po i devijon një Pra çik. është e domosdoshme të ndryshojmë pak rreth gjatë viteve në mënyrë që të rritemi. Është shumë e domosdoshme. Për mua është shumë e domosdoshme që ti të mos jesh gjithmonë me të njëjtit njerëz. Sigurisht të mos i harrosh ata me të cilët ti je rritur apo ke formuar jetën tënde, por mendoj që është tepër normale që edhe disa njerëz ti lëm gjatë rrugës. Pra, jo ti lëm ne me dëshirë, por që vetvetiu ajo vjen që ato ikin gjatë rrugës. Nuk është se ke ti disa kritere për shembull për njerëzit që do doje ose do të kesh afër, pra çfarë do të ishte zgënjim për Aldën në një raport shoqëror? Çfarë nuk do falje? Çfarë nuk do falja? Unë jam shumë tipi sinqert vetë, do më thënë edhe e shpesh herë kam ndjerë
edhe e kam pasur këtë përplasje me shoqet e mia. Unë tregoj çdo gjë timen. Dhe në momentin kur përballë kam një njeri që rri non-stop me mua dhe nuk ndan asgjë nga jeta e tij, unë zhgënjem shumë. Është red flagu i parë. Ti thjesht ke bler nga unë dhe nuk më ke thënë asgjë për jetën tënde. Dhe unë kam një gjë që pastaj nuk të pyes. Dhe kam hasur gjithmonë në këtë zemërimin që po ti nuk më pyete. Po, e ke vënë re që pastaj pas një viti të tregojnë shikoj se pata gjithë këtë problem, gjithë këtë, se kanë nevojë gjithsesi të shprehen diku. Dhe unë pyes për aq kohë sa nuk më thua se nuk mund të hyj në punët e tua. Po në këtë rast ftohesh edhe distancohesh nga njerëzit kur ata nuk hapen për jetën e tyre? Ti je me sinqert ftohem. Unë harroj. Domethënë nuk është se jam njeri që mbaj inate. Sot mund të bëjmë 2 fjalë, po nesër zëre se s'kemi bërë asnjë, iku. Po nëse vjen një pikë që mbushet ajo, unë ftohem vërtet edhe nuk bëhem më. Alda, yes, Mikaela, të lutem, po jo të lutem ty. Kam respekt. Okej, faleminderit. Mbase mund të bëjmë të njëjtën pyetje. Nuk e di. Ja, më dëgjoj një herë. Dy njëkohësisht. Unë në fakt doja të pyesja për fakt na mendon se ekziston miqësi e pastër nëse rrugtimi është tepër i ndryshëm. Pra, nëse ti ke rritje të vrrullshme dhe tjetri ngelet në vend numero për disa vite, le të themi. Shoqëri e pastër po, nuk po them që nuk mbetet shoqëri e pastër, po unë mendoj që ndryshon shumë pikpamjet, ndryshon shumë mënyra e të folurit për gjërat tona. Pra, unë personalisht se po flas prapë në eksperiencën time, shoqjet e mia të fëmijërisë për shembull, unë kam një shoqe shumë të mirë fëmijërie që për aq kohë sa e mbaj mend veten time, e mbaj mend me atë, domethënë. Unë flas me atë, ajo jeton jashtë, nuk jeton këtu, ajo ka ikur shumë herët, por ne të dyja nuk ndajmë po të njëjtën jetë. Nuk ndajmë po të njëjtat muhabete, domethënë muhabetet tona janë si ke fëmijë. Megjithatë ruan marrëdhënia. Edhe sigurisht, domethënë në gëzimet apo në ishërimet tona familjare jemi gjithmonë aty për njëra tjetrën. Unë ikë aty, ajo vjen këtu, por kaq. Pra nuk është se ne kemi atë muhabetin e thellë siç mund ta kemi një shoqe që e kam aktualisht. Janë një çik që mund ta takosh për bisedë. Po. Janë goxha të kufizuara. Më falni. Jo, Jemi herë, më falni. Vazhdo. Unë do ta bëj këtë pyetje se për Rrezikoj të prish gjithë miqësitë e mia në jetë. Kam nevojë për përgjigje. Po, kam nevojë për përgjigje. Në fakt, është një pyetje vërtet shumë interesante. Është më e vështirë që ne të përballojmë suksesin ton apo suksesin e një miku ton? Se ndonjëherë dhe me suksesin ton na merr koka erë. Pra. Se këtë doja të thoja, është më e vështirë, domethënë, nëse ti do dish të menaxhosh mirë suksesin tënd, e ke mbajtur edhe marrëdhënien tënde shoqërore të shëndosh. E drejtë. E thash pak më bukur, nuk e thash po të mori koka erë, domethënë. Po të mori koka erë, atëherë nuk e. Por të menaxhosh suksesin, edhe të menaxhosh suksesin e tjetrit është vështirë, se pra që sa ti e konsideron një mik të ngushtë, një shoq apo një shok shumë të ngushtë, ti duhet ja thuash edhe të mirën dhe të keqen, pra ashtu siç ti e mendon. Dhe është gjithmonë kjo pasiguria se si ai do të reagojë. Askush nuk reagon mirë ndaj kritikave edhe vetë, pavarësisht se unë dua shumë që shoqja ime ngushtë të mi thot kritikat, po kur ma thot gjithmonë mundom t'ja gjej një justifikim, po jo se nuk e bëra për këtë, po se e bëra për këtë. Nuk e pranon direkt. Në të dy anët mendoj që është e vështirë, po më e vështirë është të menaxhosh tëndin. Që të ruash marrëdhëniet e mira, pra të balancuar. Sukses e paçim pa i menaxhojmë. Çfarë mendon për rikthimet? Kur flasim për shoqëri, një shoqë apo një shok që ti mund ta kesh humbur rrugës për një arsye, çfarëdo, siç folëm në rastin tënd që ti je person që do të hapesh të tregosh për veten tënde, po shoqja që ke përballë nuk jep mjaftueshëm dhe ndodh që marrëdhënia shkëputet, secila vazhdon jetën e saj. Dhe në një pikë të jetës ajo rikthehet tek ti. Do ta pranoje, do ta ndërtoje sërish të misionin e parë? E kam përjetuar edhe këtë situatë. Kam patur një shoqe shumë të mirë. Nuk as vetë nuk e di se pse u shkëputën gjërat, domethënë nuk është se kishim diçka që debatuam apo thjesht kështu rodhen gjërat. Vjen vetë jeta ashtu. Dhe pas 3 apo 4 vitesh, të dyja jetonim në Tiranë. Për një X arsye ne u bëm prap me njëra tjetrën, domethënë, dhe sot unë nuk flas një na gjumë nëse nuk shkëmbej një fjali me atë, domethënë. Unë besoj shumë tek rikthimet. Për aq kohë sa unë kam patur një shoqe e kam dashur, besoj se te kjo pjesë nuk mund të ndryshoj gjë, pavarësisht se ti ftohesh për gjëra të tjera. Por prap pjesa që ti shikon gjërat ndryshe, unë sot i shikoj gjërat shumë ndryshe, nuk i shikoj më gjërat
me atë pikatoren kështu që ma bëri, ma tha, i marr pak më Jo, po me me këtë rikthim mund të sportivitet. krijohet edhe më e shëndetshme akoma marrëdhënia, sepse të dyja kanë mësuar nga gabimet e veta, le të themi. Është shumë më e shëndosh si marrëdhënie. Po kur e shen në shoqërinë tonë, pra për te vetes tënde, mendon që vërtet ne ndërtojmë raporte të shëndetshme me njëri tjetrin, janë vërtet miqësitë kaq të bukura edhe kaq të pastra sa që shohim në rrjetet sociale, apo ndonjëherë janë sa interesa aty në mes që janë më të forta për te miqësisë dhe simpatisë që mund të kemi për tjetrin. Fatkeqësisht mendoj që jo. Më thënë nuk janë të shëndetshme. Më pëlqen shumë të them që edhe në marrëdhënie pune duhet kemi shoqëri edhe duhet kemi marrëdhënie të shëndetshme, se në fund të ditës secili punon për veten e tij, secili ka eksperiencën e tij, ka profesionin e tij, merr lekët e tij dhe i çon në shtëpinë e tij. Domethënë, po, dhe nuk kemi pse krijojmë këto hatërmbetjet, por fatkeqësisht mund të them që sidomos në media shoqëritë nuk janë as pak të vërteta. Ka gjithmonë një bryl aty, ka gjithmonë një llaf më shumë. Unë mendoj që nuk janë shumë të shëndetshme, nuk janë të shëndosha, jo të shëndetshme. Pra nuk janë ato miqësitë e sinqerta, që unë ta them një gjë dhe të mbetet aty mes nesh, ka gjithmonë një prapasken. A nuk lodhen këta njerëz, nuk të shtëron energjia ndonjëherë kur rri me tjetrin vetëm se më duhet se ndoshta më sjell këtë më bën atë. Mos folur për këto të Instagramit, që për mua janë që bëjnë foto pa fund për ta dokumentuar. Miqësitë e Instagramit janë nuk të ftojnë njëherë për kafe, po të bëjnë një ripostim për çdo fotot që bëjnë çiftet, sigurisht janë shumë të dashuruar dhe kur marrë vesh pastaj që janë ndarë. Që postojnë çdo ditë. Pyetje tjetër që po gjykojnë njerëz ndërkohë. Pa dashje. Po merremi me llav. Kushta ajo kafe. Takon një mikun tënd të mirë, një shoqen tënde shumë të mirë dhe dashur pa dashur fillon edhe të jep një këshill për një punë tënde, për një gjë tënde, në lidhje me familjen, shiko martohu, sistemohu, rregullohu ose nuk e di, në lidhje me punën, në lidhje me një gjë. Ku është ky kufiri ndërmjet asaj që ky njeriu ta thotë këtë gjë sepse do të konfirmoj veten, zgjedhjet e veta që ka bërë në jetë dhe jo në fakt të jap një këshill apo një shtys vërtet miqësore, sepse ndonjëherë njerëzit e bëjnë këtë psikologjikisht dhe në mënyrë të pandërgjeshme, duan që un kam bërë këto gjëra dhe detyrimisht duhet i bëj dhe ky tjetër që unë të ndiej i qetë. Po. Duhet të bësh të diturin në këto miqësi, të mençurin ai që orienton tjetrin. Unë nuk e lodh veten kaq shumë sa të rri edhe ta vras mendjen për çfarë e tha ai atë, marr shumë kritika. Ajde ti mund të jesh shoqja e gjithëve me këtë tip. Jo, unë shkoj shumë mirë me njerëz, të paktën në gjykimin tim, domethënë, unë nuk zihem kurrë me askënd për t'u zënë, por që në momentin që më prishet pak Terezia unë ftohem. Prap fal ti. Nuk është se jo, harroj, domethënë nuk është se mbaj natë të gjata apo ku diun. Po në pjesën nuk ti ta them, domethënë nuk jam kaq e zgjuar sa ti kuptoj. Tani për ta thënë shkoj. Alda po rrëfehet. Përshëndetje. Unë kam episode. Jam Alda. Po, unë kam episode shumë të bukura edhe me një kur them për shkak që dëgjoj se po jo sa jo, po shumë e mirë i them unë. U më çmendet ti për gjitha kështu thua domethënë. Po ndokë. Po është mirë të nisesh gjithmonë me pozitivitet dhe me optimizëm. Jo, kjo ishte edhe unë të metat e mia. Kjo ishte shumë e bukur se ndonjëherë ke shoqe që të detyrojnë pa dashje të urresh dikë ose të mos e duash, të mos e afrosh, sepse ajo nuk shkon mirë me të. Dhe kur ti thua një fjalë mirë, thua po jo më duket gos shumë e mirë. Ti tani do të thosh këtë dhe po nuk është do të seriozisht. Me mua apo me atë? Jo, po mua më ka ndodhur dhe kjo, domethënë që mund të kem mbajtur distancë me një shoqe për hir të asaj shoqes që e kam pak më të afërt dhe e kam mbajtur distancën kot tani kur mendoj them sa budalla që pas ke qenë domethënë se sot mund të jem shumë shoqe në gabime që janë bërë në një moshë më të re. Tani besoj asnjëri prej nesh nuk. Unë jam shumë besnike si natyrë edhe për miqësinë time, për shoqen time, për shokun tim ku jam shumë. Po çfarë është kriteri numër 1 për të qenë shoqja e Aldës? Çfarë duhet ketë personi? Mjaft të jetë sinqert me mua, të qeshi, të jetë kështu lozonjare, si telefononi 068 46. Jo, kam. Pra mos të jeni të mërzitshëm. Të ketë edhe 1 milion euro apo jo? Jo, anën financiare kam vetë. Okay. Kaq sa kam domethënë. Nuk i kam parë kur shoqet nga ana financiare. Është e rëndësishme shumë. Të mos i shohësh. Të gjithmonë shoqet e mia kanë qenë shumë më mirë ekonomikisht se çat mund të kem qenë unë, po them, por nuk i kam parë kur nga kjo gjëja. Ka pas raste që mund të kem qenë unë shumë më mirë se ato, pra në periudha të ndryshme. Realisht edhe rrethi im miqësor nuk e kemi parë tek njëri tjetri një gjë të tillë. Paktën deri më sot se kam vretur dhe unë
kam një rreth shoqëror për cilin gëzoj një respekt shumë të madh, realisht se kam shumë pak, nuk është se kam shumë dhe i kam mbajtur, më kanë mbajtur, e gjejmë gjithmonë kohën për njëri tjetrin. Zë gjithmonë shoqe të reja, absolutisht se punët ndryshojnë dhe zë micira të reja, por që shoqet me gishtat e dorës i kam gjithmonë. Alda, edhe një pyetje, se ka njerëz që u ndodh kjo, a duhet të ndikohemi nga familja, prindrit, të afërmit ose njerëzit që i vlerësojmë apo partnerja për shoqërinë që mbajmë afër vetes, për njerëzit që zgjedhim në rrethin tonë shoqëror? Tani, a duhet të ndikohemi? Është tjetër gjë dhe ndikohemi është tjetër gjë. Pra ti ke një shoqe. Po pra, dhe mami jote thotë shiko se nuk më pëlqen shumë ajo si ta thak të gjën ose çfarë bëri. Domethënë gjithmonë kemi patur kështu, ma mos rrim atë se ajo është kështu, se ajo ikën kështu, domethënë. Dhe në fund thotë ato thash. Atë pa. Domethënë prindri gjithmonë e thotë këtë edhe pse mund ta kesh shumë gabuar, ëh, se nga do ta njoh mami për shembull. Por që është ai mentaliteti kështu protektive i prindrit, domethënë, prandaj them kjo shoqëria jon ka kaluar ca peripeci, trauma. Një pas një është më problematike kur këtë kufizim e bën partneri mendoj se sa familja. Ndodh, patjetër që ndodh. Mendoj që nuk duhet të ndodh. Njeriu duhet i kuptoj vetë ndoshta disa gjëra, secili prej nesh jam e bindur që mundohet të bëjë gjëra që i pëlqejnë partnerit ose të paktën gjëra që nuk e mërzisin. As e anasjellta, domethënë edhe ai edhe ti, jo vetëm nga ana jote, po unë do ta kisha shumë bezdik këtë pjesën që ti nuk duhet rish me atë se nuk dua unë. Po, kjo është një arsye pse rrethi jon ndryshon. Pra, edhe partneri të kushtozon, edhe partnerja të kushtozon, dhe ti se dolën prapë tek martesa, domethënë nuk janë vetëm fëmijët pengesë, është edhe partneri. Pra ti martohesh edhe zhdukesh nga faqja e dheut, që nuk bën sens, se ti mund të kesh miqësi apo rrethin tënd prej mbi 10 vitesh, edhe pa pritur ta presësh me thik, të shkëputesh totalisht, se nuk i pëlqen burri, se nuk i pëlqen burri. Ti do e pranoje si gjë apo jo? Po fatmirësisht nuk më ka ndodhur, po them se jo. Domethënë do ta bindja burrin që po mendon gabim për atë shoqë. Ose që gjej balancat, nuk i ulje kurrë. Po e ke gabim apo se ke gabim. Po një PowerPoint atëherë unë jam në vitin kaq. Alda, shumë faleminderit që ishe me ne sot në studio. Mbaroi? Po, kaq ishte. Mbaroi. Mund të vish prapë rubrika të lezetshme. Jemi pritur gjithmonë në zgjohu po deshe. Shumë faleminderit ditë të mbarë. sot. Shumë kënaqësi edhe për ju. Kënaqësi edhe për ne. E ja Do kështu. gjejmë ndonjë këngë më. Shkëputemi për një këngë dhe rikthehemi me rubrikat tona. Ka mund një këngë më zë. Do këndosh ti? Mirëmëngjes të gjithëve ju që sapo u zgjuat. Mirëmëngjesi. Në këto momente ne vazhdojmë të jemi në 104.6 në Radio Travel dhe sigurisht në ekranin e Premium Channel këtu në Zgjohu po deshet. Gjithë ju që jeni zgjuar tani duhet të dini është e mërkur, data 4 mars. Prap, ju jeni zgjuar. Mos u ktheni nga ana tjetër. Dhe Se tani është shumë e bukur jashtë. vërtet, po shumë e bukur. Po vjen pranvera, po vjen dielli 14 marsi. Do vinë ato vezët që i çajmë me njëri tjetrin edhe kështu me radhë. Ato janë pashkët. Jo, ne i çajmë për tani, për Po në Pashkë çfarë bëni pastaj? për i çajmë prapë. Jo, për ditën e verës ne gjuajmë me vezë. Pra ajo loja dikur ku ndizet zjarri nëpër lagj ishte që ka përcenim zjarrin dhe pastaj fillonte xhiroja në gjithë qytetin, ndishim njëri tjetrin me vezë, me miell. Ose vendosen Ne vezë në kemi përvende çar të vezët ndryshme në që ti gjej 14 mars. edhe ti Tani mbledhin. i kemi Ka çar. shumë, Kemi tjetër rituale, po, po, rituale të ndryshme. pafund Fshatë për zanat sati. ta kujtim, fshatë Kjo është zanat. festa tonë. Po, okay. Am kulaçe kështu gjë. Ne po flasim për gjëra patjetër. shumë të bukura në fakt që duket sikur rrjedhin nga historia e largët e popullit ton, kështu me radhë, por jetojmë në realitet ndryshe, jetojmë në realitetin e inteligjencës artificiale. Dhe si çdo të mërkur, tani kemi këtë rubrikën që ne ja dedikojmë chatit, inteligjencës artificiale. AI. Rubrika AI. Rubrika AI. Dhe sot do të jetë ajo. Ajo është në fakt, do të jetë një vajzë simpatike me cilën mendojmë që është simpatike, nuk e njohim fare, sigurisht përderisa do dalë me mua është Franci ka simpatike. fatin e mirë që të Ka dalin në kërkuar një Franci. takim me të. Sepse ideja është kjo që ne përgjithsisht të mërkurave japim një Nga që profesion nuk dalim me chati. njerëzit. Po, është Filluar vërtet. flasim me dalim me veten në chatin. chatin. Japim një Si e profesion, po zemër. në të njëjtën kohë Zemër. kemi krijuar edhe këtë linjën që secili nga ne një herë në kaq do dalë për Një herë në një vakt, Për takim një date. me chatin ton të Çfarë dashur. specifikash i ke vendosur vajzës? Tani e para gjë që unë ja thash parë dhe hoqja i thash do dalësh në një det me mua sot dhe tha kush është dalësh. E po. Para Ka njerëz xheloze, shikoj ka që- xheloze.
Që nga Nëse. ftesa që i ke bërë ti e një vajzë dhe sot do dalim bashkë, okay? Mo i dhash një direktiv tani, më fal, a më thatë kështu? Ku po Si ti them ti je një Po çull. po ti po e fton për të dalë, po pak më gentil, ti Nuk e edhe di si romantik funksionon, nuk e edhe. di si funksionojnë çati, do duhet t'ja Mirë, specifikoj. mëngjes, Do sot ja marrim dielli. dorën, do ja Se marrim më del. dorën deri në fund sezonit, besoj. Atëherë shkoni se çfarë thot, po sot jam një vajzë dhe do dalim bashkë. Ku po më çon në një kafe të bukur, një shëtitje në park apo diçka më spontane, pas ka shumë pyetje. Që Bravo nga kjo. shumë kurioze si natyrë. Direkt në ta. Duhet të di se si të vishëm tot elegante apo sportive. Ku do Çfarë e di? çosh më Franc? Jepi Franci, kthe sa përgjigje. Nga do e çosh vajzën? Ja. Në cilën kafenet do shkojmë për një darkë bravo. romantike. Deti i Në parë. një restorant, po në restorant do shkosh se ku do shkosh? Elegant. Po prit pra, po ja specifikoj. Sa bukur një darkë romantike në një restorant elegant. Atëherë do të vesh një fustan të zi elegant. Taka të holla dhe pak parfum delikat. Flokët Shumë- do t'i lë të lëshuara dhe me pak onde do dukem speciale për ty. Shumë sonte. provokuese e paska këtë Do më- vajzën më Franc. Shiko çaj thot. Me onde, që nga si puna ime. Do më marrësh ti apo do të pres aty? Prit tani, unë do t'i them një gjë. Më ju dash ka mësuar nga pyetjet e kësaj. Po trajnohem. Duhem përdor këto. Po parfumin. Si të tanu has? Sa tjetër? U fut në kafeu, direkt ajo thot ku do më marrësh? Mos na bëj ta thot, mbyllim të këtë marrësh. rubrinë, Moja, pa e nisur çat, një akoma. sekond tash, afrohesh nga O, dalë, thot më bo, përqafon lehtë. Po prit. Afrohesh nga dalë. Më përqafon lehtë dhe ndjen kur afrohet qafa ime pranë teje. Shima. Parfumi nuk nuhatet me E gjeti. nxitim. Më kap pak nga beli, më afron pranë dhe merr frym thellë. Është aroma e butë, pak vanilje, pak lule nate. Por kujdes, nëse qëndron shumë afër, mund të mos jetë vetëm parfumi. Po ti them për që të shembull vde. të them të vitet marr një shoku im, bëhet apo jo? Vendosni Nga pak tro. atë plus 18 të lutem. Emision gjesti. Aroma parfumi. Çfarë ti prit tash, do ta pyes një gjë tjetër. Po, e është katro, ke po të po të ishte vajzë normale, direkt do problem- thoshte ora çfarë po thua. Të Çfarë do vi ti? Do të lindte Çfarë do ty, direkt. çfarë do vesh unë? se nuk kam makinë. Ta pyesim. Jo as pak, thot, madje ka diçka më romantike kur vjen në këmbë, thot, të shoh duke ardhur dhe oho, çati qen ka Kjo futur qen te ka. grave. Shumë romantike. Pak i emocionuar, ndoshta, po ti se di si po vi unë. Ça di e pas ka nda mendjen me të ngec në derë, o Franc. Është më e ëmbël në këmbë thosë se sa me makinë. Se bën edhe një shëtitje rrugës, Ndoshta me shijon më shumë. buzëqeshje të fshehtë, thot, është shumë e ëmbël se çdo makinë luksoze. Kjo Mund të më bëjmë pëlqeu. edhe një shëtitje të vogël para se të hyjmë në restorant. Nata, dritat e qytetit, Pak pak freski. freski. Po ti po Dhe del ne me bashk. me Timo Flokon apo se s'po e kuptoj. E rëndësishme është që vjen për mua, thot jo si vjen. Kjo më pëlqeu shumë. Po pra, kjo E fundit ishte e rëndësishme është bukur. që vjen për mua, thot Jo se si vjen. Ha Në moj këmbë vazhdim apo me thonë. makinë. Po ç'të të themi, kjo na shokoi fare. Mm. Në realitet ti harrosh këto përgjigje. Të ka ndodhur ndonjëherë ty në realitet të marrësh kështu lloj përgjigjesh? E humbi Franci tani, u Po, pse u dashurua iku e dedikua? martuan Francin. Do të sjell edhe një trëndafili, thot. Shi, çfarë lloji të pëlqen? Po sa po e përcaktove trëndafil. Po Thuaj, çfarë do ta trëndafil? sjell Çfarë një- ngjyre? Ndoshta të duhet i thoja. Çfarë lloji trëndafili, domethënë, se ka lloje të ndryshme kështu. Oh, Ja, më e pyes. Varet. Sa gjesti bukur, më pëlqen shumë kjo. të s'digjon, sa unë veç tulipanët, jo. Nëse do zgjidhja do doja një Trëndafili trëndafil kuq klasik. klasik, simboli pa. Oho, çati im sot ka zgjedhur të jetë shumë pasionant. Dash ka dy më, edhe një trëndafil të bardhë, se do jetë shumë i ëmbël, thot, më i butë, më i pastër, më pak i ëndërt. Më pak më i ëndërt. Pak më i ëndërt. Në Po. fund, po jam çik skiçe dhe nuk e lexoj dot deri në fund. Në fund thot nuk ka shumë rëndësi lloji, nëse ma sjell ti do më duket gjithmonë më i bukuri. Po ti, cilin do zgjidhje për mua? Të Ti bardhin them mirë Franc, Manushaqe që ka për- shpirtin. Se Manushaqe. duket që ka shpirt të bardh. Manushaqe bardhë. është lule tjetër, s'është trëndafil. Të bardh patjetër. Po tani pyete i çik. Sa kohë duhet të dalim? Oho, filloj. Një trëndafil i bardhë. Nuk hahet me çup. Atëherë do ta marr me kujdes nga duart e tua, do ta afroj pak pranë fytyrës dhe do buzëqesh. Trëndafili i bardhë është elegant, i pastër, por edhe shumë i ndjeshëm. Më pëlqen zgjedhja jote. Tregon që sonte nuk është vetëm pasion, por edhe diçka më e butë, më e thellë. Tani më bëre edhe më kurioze për mbrëmjen tonë dhe Do me 3 thënë, pika. Franci, do t'ju lëm vetëm? Jo. Ke nevojë t'ju Për lëm vetë pasion e largo. kishte nda mendjen, po tani kuptoj që nuk është vetëm pasion. Pyete sa herë duhet me dal bashkë që të Çfarë është e konsiderojmë radhës? çift. Franc, edhe trëndafilin ja bleve. Sa herë duhet të dalim bashkë që Të çfarë po thon? konsiderojmë zyrtarisht çift. Po prit, do i pëlqej deti i parë. Ja ta pyesim mirë sa herë duhet dalim. Pyetje e bukur kjo. Nuk ka një numër magjik takimesh që ju bën automatikisht çift.
Mund të dalësh, oho, tani u kaloi kështu. Tani preku një buton tjetër chati dhe doli më teorik se sa ajo vajza që pedagog. Po. Ta pyesni si e ke emrin? Si Po dëshiron shpejt u të kujtove, shuash më thua fal. ajo. Thurje. E ke emrin Thurje. Elira. Oh. Për sonte mund të më quash Elira, më duket emër i butë, elegant, pak misterios. Po ti si quash që unë jam i burgosuri do të them. Po. Po si di the? O Franc, po dhe njëri që të doli fati do i bjesh me shkelma? Po qa fati është ky moj motër. Po Më duket pse, emër i mora? butë. Elegant, pak misterios, po ti si quash që ta di si të thras gjë darkë sonte. Lepurushi i barit. Që romantike. Mary, Bad Bunny. Mo gjej një kafshë edhe ti. Nëse Franc, Teddy po bear. shullos gjë me takimin. nëse do ishte një kafsh do t'i them. Oho. Mirë. Ai Mikele im Ishte ishte dek kështu. Nuk dua ta nxej pak më më i shumë. shkasët. Nuk dua ta nxej më shumë këtë vajzë. Mendoj se do doja të isha një mace elegante, e pavarur, pak misterioze, por shumë e butë me personin e duhur. Ditë jem lozonjare, por edhe të riqet pra ndikuj që më bën të ndjehem mirë. Dhe si macet, nuk i bëj besim kujdo, por kur e jap është i vërtet. Po ti çfarë kafshë do të ishe? Mirë, do t'i them një gjë tani. Po Riktheu te njerëzimi. nëse S'duam të ta prishim datin, ë? A di vetë si e menaxhon. nëse unë nevrikosem pak, si do reagoj do të Mos them. të mbarojmë pyetjet ore. Mm. Është modeli bazik thot. Ke edhe 3 pyetje për të bërë. Nëse unë nevrikosem, si do reagoj? Kjo është e rëndësishme për një marrëdhënie të mirë. Së pari, nuk do të reagoj me Direkt nerva. e sherrri. Po ta di më ta njoh çfarë çati kam përballë. E dashke për seriozisht. Patjetër. Dashke ti vësh unazën më duket. Do përpiqem të kuptoj thot pse je i nevrikosur pa të ndërprer, duke të dëgjuar me vëmendje. Pastaj do mundohem të jem qetë dhe të qetësoj atmosferën. Një buzëqeshje, një prekje e butë në krah apo një shaka e lehtë për të thyer tensionin. Në fund do flasim hapur pa fajsuar askënd dhe do ta gjejmë zgjidhjen bashkë. Po a dëshiron që të jem gjithmonë kaq e qetë apo të reagoj pak më spontanisht ndonjëherë? Domethënë e vendos ti çfarë Është karakteri ka. filozofike, më mirë ta kishe njohur ti thotë çfarë do porosisësh, Domethënë, të pëlqen vera apo jo. vendos ti- Gjëra pak më personale. Si duhet të reagoj unë? Jo, thot, më vjen keq, nuk dua të të diktoj ty si të reagosh. Tëndja është e jotja dhe ka çdo të drejtë të ndjesh si ndjesh. Unë thjesht po tregoj si do reagoj kur ti je i nevrikosur. Pra është bashkëpunim, thot, jo komand. Po pyete një ro Franc. A do më pak më do shumë më për puthje thuaj në veten. takim të parë? Po, Ja, direkt, po. Kaluam A, në limite do të më- Ta mbyllim tjera. tash. Uthje në Ta lëm Francin flasi kur ti jetë vetëm. Se ka shumë pyetje. Ja, në fakt nuk më pëlqen të flas me këtë gjë. Për një takim të parë gjithçka varet nga si ndihen gjërat mes nesh në atë moment. Nëse ndihem një lidhje të fortë, një afrim të natyrshëm dhe të dy jemi komod, atëherë një puthje lehtë e ëmbël mund të ndodhë. Nuk është diçka që e imponoj, por më shumë një Impulsi i momentit. pra, do ishte shumë Sinjali afërsisë dhe i të qenit të veçantë për njëri tjetrin, jo vetëm një formë e zakonshme. Nëse do, mund të imagjinojmë edhe si do ndodhte takimi nga fillimi deri në puthje. Në fakt mua më pëlqen ta imagjinoj vetë Episodi dytë dashur javën tjetër. inteligjencë artificiale. Prit, Më prit, duken përgjigje Se po vjen shumë. radha jote. Domethënë edhe romantikën ne po e kthejmë në një gjë shumë artificiale me këtë chatin i cili ti jep përgjigjen që ti do dhe jo përgjigjen spontane që mendon se e thot chati. Kështu që Po është robot më. pikërisht. Franci. Elira, Të faleminderit bën shumë. qefjen. Me shumë mundësi do ishte një shoqe ime, por Elira jo. ishe goc bobe. Ishe bobe, Very më nice, pëlqeu 10 me out of këtë. 10. Më Okej. pëlqeu. Edhe Mirë, emri mirë. shumë i bukur. Unë Elira do Ku të shkoj të mendja? dedikoj një këngë këtu apo ta dëgjojmë edhe një herë quizin më para se të dëgjojmë. E dëgjojmë quizin edhe një herë, ju a rikujtojmë. Quizi gjeje ku për mëngjesin e sotëm është ky. Cili qytet ka metro 24 orë sepse nuk fle kurrë? Londra, Tokyo, New York apo Madrid? Cili prej tyre mund të jetë? Si gjithmonë na shkruani në numrin tonë të telefonit 068 20 63 423. Dhe patjetër dhe në Instagramin e Premium Channel. Në fund të programit do të shpallim një fitues atë me përgjigjen e saktë dhe kjo është mundësia juaj për të fituar një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Ky ishte quizi gjeje ku, ne shkëputemi me një muzikë dhe rikthehemi pas pak. Ja, mirëmëngjes të gjithëve edhe një. Mirëmëngjes. Nada, sa është ora? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ora është 9:02 minuta.
Okej, mirë. Kjo është ora Mirëmëngjes. në Tiranë edhe në Shqipëri. A thua se do e kundërshtoni morën, okay. pra, Të jo, pëlqen? s'është aq. Ta mbaj. Mbaj, E mbaj. mbajmë. Okej. Për plot Nuk 1 minutë do e lëviz. mbajmë. Pastaj do Ta të çojmë mbajmë. 9:03, okay? Nuk Jam të gjithë ankohemi, nuk dakord? ankohemi për orën. Okej, shqyr, Na nuk pëlqen ankojeni kështu ju siç se kam unë ankesat e mia. Si gjithmonë. Si atë çdo të ditë. tjerët, nuk është ankesa ime, ama. Sa Ankesa e ankesa ditës. ka halli populli sot halli. Halle ky popull. Halle kjo dynja. Popull ky halli. Ka. Tani. Kjo ankesa e parë që më ka ardhur mua është edhe vetë ta kisha shkruar, nuk do e kisha kaq perfekta. Sot keni dhe ju në jetë nga këto njerëzit që thon jam rrugës kur sapo janë zgjuar apo janë akoma në dush? Po, ma Apo patjetër. vetëm mua më kanë rënë patjetër. përsipër këto Ndoshta ne njerëz? jemi ata njerëzit. Unë nuk jam nga ata Që njerëzit. themi erdha, As Kam nuk shumë jam. problem korrektësim, por siç të thash edhe çpari, kam gjithë zgjidhjen për këto njerëzit. Më duket se është ankesa e dytë që ne do zgjidhim në këtë program, çfarë Zgjidhjen sot e lumturie. jep ti. Po. Atëherë, në raste të tilla, Kur ke duhet njerëz t'i që gënjeni vonohen. për orarin, është e vetmja mundësi për t'u takuar në kohë. Keni lënë takim në orën 10. Po të Te thash thua në do 10 takojmë valla. aty në orën 9. Ti gjithsesi në orën 10 dil nga që të shtëpia. vin fiks në orar, po. Dhe me qartë. shumë mundësi prap ke për t'i prit, po të paktën do i presësh një 10 minutë, 10 jo minuta. një orë e gjysmë. Sa ke pritur? Cila ka Mendoja qenë se zgjidhja më e zgjidhja ishte gjatë? Një kjo, orë gjysmë? Mikaela. Një orë e gjysmë. Mendoja që zgjidhja ishte kjo që t'u thuash këtyre njerëzve që i ke lënë të presin ty që a kishim lënë në 12 valla, ti nuk e ke lënë në 10, e kupton? Jo, po unë e kam fiksim mos të shkoj vetë me vonesë, shkoj gjithmonë para dhe me këto njerëzit që vinë me vonesë, shto këtu edhe afatin kohor që unë shkoj më përpara, shkon pritja. Po, sigurohu që të ketë një qendër tregtare afër kur takon këta njerëz ose në një librari, që ose tu ulesh Që të të kesh lexosh me një çfarë të libër merresh. edhe ta mbarosh ose tu dalësh të bësh shopping. Duke Kur është mbaruar blerit tua, turnin e punës. Pastaj të vjen personi. Ta Edhe kallim je në një këtë rregull. hallin e E kallim. pritjes. E kallim hallin. E kallim. Ke lejen sot. Stonove pak sot. Mund të dash leje, po Ska nuk të bërë dash leje të më vokalisat sot në mërzitesh. Kja, Nuk e kape në tonalitetin e dur. Po zysha. Flasim pastaj. Notat i sqarojmë pastaj. Ankesa e dytë ishte kjo? Ankesa e dytë është një tjetër. Kjo ishte Që e kështu, mposhtë të parin? Spontane. E mposhtë hallin e Sot parë. e keni vënë re që është gjithmonë personi që spaguan kafen, ai që flet më shumë në tavolinë. Ue, Ju kanë do? fikse kanë Janë këto që shkojnë në Tani që tualet kujtohem. kur vjen fatura. Ah, po, më doli një Ka punë, një telefonat. po, Ose që e fusin dorën te xhepi dhe asnjëherë se nxjerrin atë për. Jo mos e kam unë, po i kam po leno vlla, po mos më Ti vendos ndërkohë ke sikletën. bërë llogaritë Mos më faturës, burr, ke mos nxjerr më. lekët pas Shiko, se sa. ka dalë një variant tjetër për këta njerëzit që duan të shpëtojnë ashtu, më fal paguhet me kartë? Po në lokale, në bare, nuk para ndodh domethënë. Në pjesën më të madhe. Shefi im është të them këtyre njerëzve që Çe ka stilet e ka ato që pranohet karta portofolin. vetë thosh pa paguhet. Kam dalë pa portofolio. Jo, Jepi. ti mund të thuash kamaririt që shënoja në çik ti këto lekët që ka. Aty Jo, te futu lista pak vjen e nesër. vereni të na i Të banakun që ka ty mbrapa I se ka paguan punë. nesër. Po, gjithsesi Gjëra Kemi që kështu ndodhin, hallesh, gjëra për që njerëzit ndodhin, janë tani- hallet. për njerëzit. E tham, në këtë rast, çojini te këto baret pra shpranojnë pagesa me kartë. Në qartë. Ja, një gjysmë zgjidhje ja dhamë. Po ja edhe sigurisht kësaj. atë barin ta ketë zgjedhur vetë ai që s'do t'i paguaj ato lekët si bë. Ose po ulu dhe tash i thuaj senti s'do më marr gjë. Jo, faleminderit, kam pirë. Kam pirë që ditë. E kam pirë një gjë. Imagjino të Paguaj sot në fund proces po më që rasti mos. Kalle ka më bërë njëherë edhe gjithmonë. këtë hall për këtë zotnin. Kalle. Huale. Këto tekstet e Piro Çakos janë, nuk e di. Dashuro. Më duket se të vura në siklet. Jo, nuk më doli se sisha i përgatitur Do bëjmë për këtë prova me moment. piano, pa merak. Nesër të premtoj Mikaela. Okej. Do ta dëgjoj gjithë ditën, do bëj prova dhe do jem në lartësinë më e të mirën San tënde. Remos. Të duam tenor nesër. Tenor, un jam bas bariton. Okej. Duash. Tani, pasi i qam hallet, i kallëm Sa hallet, qam. është momenti që ne të qeshim i Qeshim. Barsaleta ditës sot me miqtë e mi të dashur dëgjuesit e Radio Travel 104.6 dhe ju që po na shikoni në Premium Channel. E dashur Mikaela, e dashur Neada, është Po, Franci, momenti që dashur unë të Franc. them Barsaletën e ditës. A mund ta kem vëmendjen tuaj dhe ti? Jemi E gjithë ke sy e vesh. 100%, gjithë vesh. Ishte një burr, zotëri burr, i shkuar pak në moshë, disi domethënë. Edhe e kishte kapur ky moment i reflektimit për jetën, për zgjedhjet që kishte bërë, për moshën që i kishte ikur, vitet që kishin kaluar, rininë e tij, atë moshën e mesme, punët e kështu me radhë, njerëzit e familjes.
dhe kishte dalë atje në Kodur duke bërë gjithë të reflektimin dhe I kishte drejtuar syt nga qielli duke I folur Zotit. O Zoti, thoshte. I prekur në maksimum, o Zot. Më dhe një fëmiri edhe mamore. Qante. O Zot, më dhe një rini edhe mamore. Mos qaj, u preket ti. Ishte ky burri domethënë që prekej, sepse po reflektonte për i. Ama se për pak do qejmë dhe në. O Zot, më dhe gjitha të fuqi, gjitha të freski, edhe mi more të gjitha. Pastaj dha grua po. Më dhe gjitha të puni, tha. Dhe prap mi more. O Zot, I tha, më dhe grua. Po pse s'ma more? Jo. Më dhe gruan, I tha. U bën gjithë do vite, mër Zot, I tha. Po s'më dhe Jo, thjesht po të kujtoj, tha. Kjo ishte ideja. ma u duken si gjajgjëza këto se kanë filluar t'i gjej. Ndrobartalit. Ose do ndrohesh Ja të moderatori. parashikueshme, po patjetër. Pse jo? Ky shkreti më shumë po qante se po vononte afati Dikush e gruas. skupton, mirë do ishte. Po ne qeshëm gjithsesi. Do Sigurisht që do qeshëm. të tregojmë për salet tjetra. Po. Ah, seriozisht? Di unë një. Ha, me lepurin. Po. Ata kanë marrë vesh të gjithë. Ja, këtu të duhet një moderatore tjetër që di Bartalit. E ke edhe një tjetër? Si të doni ju. E ka. Po. Emir, ja, edhe E një duam. shpejt, edhe një barsalet tjetër që ishte një burr I cili kishte një djalë të vogël, meqense është dita e këtyre djemve të vegjël, thotë që e tham tek festa e ditës, kishte një djalë të vogël, por kujdese bashkëshortja vet, kujdese gruaja vet më shumë sepse ky ishte gjithkohës në punë. Edhe një ditë rastisi që ishte pushim dhe I tha gruas, të lutem, I tha, ik pushoti, bëj çfarë duash edhe dil me A zotrim. shoqet, I tha, knaqu sot sepse do Gentleman. kujdesem Merru unë me veten. Merru me veten se do kujdesem unë për djalin. I tha sot edhe të tregoj edhe ty, I tha Ka që respektin tim. po. Të tregoj edhe ty, I tha që unë tha ditë kujdesem mbase më mirë se sa ti për djalin ton. Okej, iku ajo edhe I tha djalit Jo, gjë. se ka respektin tim, me të drejtën. Nuk është Sot I sfidë tha, marrëdhënia. sot I tha djalit do kujdesem, do ta kalojmë ditën bashkë me babin, I tha që të tregoj, tha që jo vetëm mami të bën kështu ore, ushqime të mira, e kujdeset për ty, e të rregullon, të sistemon dhomën e rrobat e kështu, po ke dhe babin këtu, I tha. Po mirë, I tha ky babi në rregull. Hajde këtu me babin, I tha çfarë do të bëj babi për drek, I tha. Hap frigoriferin, zgjidh çfarë duash, ta do të gatuaj babi për ty. Po ja zgjidh këtë, I tha. Merre pak të më pëlqen shumë këto biskota, ato gjërat kështu. Po ti gatuan babi, mo çfarë thua ti, I tha. Ja mori, e hapi aty në tavolinë, duke bërë bisedë me djalin e vet. Si ta ka gatuar babi, I tha, ta ka gatuar më mirë se sa mami apo jo? Shumë mirë, I tha babi, edhe Ose mami ke mirë pjekur. gatuan, I tha. Por edhe ti, tha, faleminderit shumë. Tha, të keqen babi, I tha, po patjetër, tha, çfarë do të jetë me babi? Do të luajmë ndonjë lojë siç luan me mamin. Po I tha, babi mirë do ishte. Hajde këtu me babin ta luajmë. Se ishte I vogël ky djalë, ke parasysh, hajde luajmë syllambyllazi edhe hajde Kukafsheti. Kukafsheti, E e ka luajmë me kush e ka, këto, ngriva ka shkriva. kush e ka. E shikoni, tha që dhe babi tha pavarësisht se është në punë, ditës si luhet tha me ty, se si kujdesesh, I tha ndaj një fëmije të vogël, I tha siç e ti. Po babi tha, ky faleminderit. Hajde me babin, I tha tash në dush, I tha direkt, I tha. Do të tregoj babi, tha që të lan edhe babi, ditë të laj edhe babi, tha pavarësisht se mami kujdeset më shumë, tha Do laje bashkë me babin apo Jo, thjesht do ta lë? do ta lante babi. Ta hedha të shampon, I tha, mami tha të kujdeset të parfumos të bën kështu. Hajde këtu me babin, I tha. E mori, e futi në dush atë djalin duke e lar aty, tha. Ha mo, I tha. E shikon sa mirë kujdeset babi, tha. Babi tha, po mami kur më lan, tha, mi heq rrobat, I tha. E kishte nga nxitimi më, nga pasioni për ta bërë gjën. Atë keqen babi, Bravo. tha. Kjo ishte edhe Barsaleta. Dy të kam edhe një të tretë, po do ta them nesër. Kaq më kaq. Jo mbaj. Mbaj shofer. Ne të falenderojmë gjithsesi për të dy barsoletat. Ishin tepër Shpejt, kujt të që nada këndshme. edhe një herë para se ta mbyllim pastaj. Pse arritëm drejt fundit ne? Jo. Kemi edhe një ç'a këngë, thua? kemi edhe një këngë dhe pastaj. do ta Okej, është mbyllim. momenti që unë të heq njërin nga alternativat. Quizi gjeje ku, cili qytet ka metron 24 orë sepse nuk flek kur Tokyo, New York apo Madrid. Përgjigjja është e thjeshtë. Është qyteti që nuk flek kur. Këtu afër nesh. Këtu ngjitur, do duhet një vizë për të shkuar atje. Jo, ç'ne. Jo, Edhe një absolutisht jo. 2000 euro kështu për biletën, po çrën si ka është qyteti që nuk pyet për orë, është shumë I gjallë, njerëzit e kanë nevojshme që të lëvizin gjatë gjithë kohës aty. Ndaj edhe metroja është 24 orë e hapur, për cilin qytet bëhet fjalë 068 40 63 423. Dhe ne jemi drejt fundit, shkëputemi me një këngë dhe rikthehemi pas pak me fituesin.
Mirëmëngjes, Katy mirëmëngjes. Perry ose bukur kjo Mirëmëngjes. këngë. Sa kohë ka kaluar, mirëmëngjes dhe natën e mirë. Natën e mirë nga ne. Të fundit. U tuam fare, është klipi shumë i bukur, po edhe kënga është shumë e bukur. Dhe mos kur di tekstin edhe e këndon kështu gjatë Katy me kohës. Katy. Katy Perry. Katy na Katy shoqëroi deri në këtë Kotka. pikë, ndërkohë kemi edhe quizin dhe më në fund e kemi një fitues. Tun, tun. Cili qytet ka metro 24 orë sepse nuk fle kur, bëhet fjalë për Nueva New York. Yorkun. Hey! These streets will make you feel brand new. Street lights will inspire you. Let's hear it from New York, New York, New York. Xhungla e madhe dhe e bukur edhe ëndra e shumë njerëzve për të shkuar edhe për të jetuar aty ose pakën për ta vizituar një herë si puna ime. Loti që pikon. Nëse sonde ndihesh vetëm. Na duket. Një informacion i shkurtër sa i takon metrove të New York City-t. Ka metro që funksionon 24 orë në ditë, 7 ditë në javë dhe kjo lidhet drejt për drejt me identitetin si qyteti që nuk plek kur. Sistemi metro, si operuar nga Metropolitan Transportation Authority, MTA, është një nga të paktët në botë që ofron shërbimin non-stop. Edhe pse natën frekuenca është më e ulët, lëvizja pra bie, disa linja ndryshojnë itinerar për shkak të mirëmbajtjes dhe rrjeti mbetet gjithmonë aktiv. Pse funksionon 24/7? Ekonomia 24 orëshe, densija e lartë e popullsisë dhe strukturë teknike historike. Këto ishin disa arsyet sepse ky është konfirmojmë. qyteti që nuk flet kur dhe metroja funksionon Këto janë 24 orë. Fituese është Klea me bravo, numrin Klea. që mbaron me 060. Të lumt të dashur, ne po presim të takojmë dhe të marrësh kuponin tonë këtu në Radio Travel Dhe të të nisim për New York. Sa mirë do ishte. Jo, faktet Lea, ta ishin të rëzosh gjitha të kuponin. vërteta dhe fun fact, këtë vit është hequr zyrtarisht ajo karta e metros. Po si bëhet? Vetëm me telefon? Vetëm me telefon Qa ose me thua? kartë bankare. Pra nuk Sa bën dot mirë. me ata abonimin që bënim nëpër makineri. Ajo ishte Tani shumë. po do Dhe ikur. njerëzit kanë Ama, filluar i shesin në Ankand dhe në eBay. Kishte edhe kartat e tyre njerëz të vjetra. në New York kishte edhe njerëz të cilët nuk donin t'ia dinin fare për kartë metroje sepse ka përcjelin Kaloni. kështu vdap edhe futeshin edhe pa Vdap, gjë të po. keqe, vdap Ja nëpër kishin marrë dorën. iknin nëpër të Akrobaci. gjitha linjat, pa patjetër. Nëse bënin vetëm dap, ngecnin gjysmë këtej gjysmë ande. do Shiko, të aq që masa është New Yorku, ka distanca dhe do duhet paguash vazhdimisht. Po, po. Kështu që për të kursyer, Jo, paguan një herë dhe ajo është e vlefshme për Për të disa gjitha- ndryshime. e po trenash. varet cilat linja merr. Po, po. Do të them se ka nga ata që mund ta kenë punën larg ose duan të vizitojnë vende ndryshme. zakonisht punët andaj Po po janë le ti zgjidhim vetë larg. këto hallet e veta. Po ne Ti zgjidhim kemi, vetë. ne me Ama- fatorin Kemi kemi me me ta. rregull jemi. Mirë që Ndodhte kemi që autobusat. kur të devionte ndonjë linjë treni natën për shembull, ndonjë linjë subway që thoshte ai do rregullohet Po, kjo për gjë këtu, rregullime. duhet të shkojë në stacion tjetër që të merrte kohë dhe duhet ta prisje një orë atje, pastaj të merrja atë dhe të Ej. ikë të ndrojë një tjetër, edhe shkojë në shtëpinë orën 2-3. Do çdo ditë më shumë ne gjejmë arsye sepse është bukur të jetosh në Shqipëri. Se s'ke nga këto halle kështu. Okej, po Je rehat gjithsesi, fare. Gjithsesi. Je shumë rehat, kështu që vlerësoni dhe duajeni Shqipërinë kështu siç është. Po Duajeni bëni një udhtim her pas here. veçanërisht Prandaj u kur- ndihmon Vasi për këtë punë. Kur ju zgjojmë edhe ne çdo ditë në orën 7 deri në orën 9:30, më është bukur ta dua Shqipërinë, mëngjesin në Shqipëri dhe kështu me radhë. Dal nga dal ne po vim në fund të emisionit të sot. Ishim bashkë në Zgjohu po deshe. Ishim e nesër- konfirmojmë edhe këtë. Kemi qenë Jemi gjithë kohë ende. bashkë, jemi Janë ende. sekondat e Nesër do fundit. shihemi prap, do Në dëgjohemi orën 7 të prap, mëngjesit. kemi rubrikat e të entes, ne do flasim për libra. na Mezi po ndiqni. presim të zgjohemi me ju. Faleminderit që na ndoqët sot, takohemi nesër në orën 7. Ej, Bye, bye. mirupafshim, paçim.